isha në vazhdimin e atij dhe nuk ju bëra një prezantim. Unë quhem Kassandra Çullhaj, aktualisht jam këshilltare ligjore në një kompani distribucioni që operon në Shqipëri dhe në të gjithë Ballkanin perëndimor. Më parë kam punuar si juriste në kryeministri, pranë Ministrisë së Shtetit për diasporën, në regjistrin e barkëve siguruese dhe në zyra ligjore. Kjo ishte thjesht për prezantim sepse nuk ishte edhe etike më në rast se filluam herën e kaluar direkte. Siç e dini, javën e kaluar kërkesë padin dhe të gjitha kushtet për ngritjen e kërkesë padisë dhe kushteve formale që duhet të përmbaj kërkesë padia si akt që depozitohet në gjykatë. Unë nuk kam dërguar edhe 2 kazuset që u diskutuan herën e kaluar në seancën që bën, në seancën e parë. Fillimisht njerëzit do të pyesen nëse keni ndonjë pyetje nga çfarë kemi trajtuar herën e kaluar. Pra nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me kushtet e paraqitjes së kërkesë padisë, afatet, draftet që ju kam dërguar, pra anën formale si duhet të strukturohet dokumenti kërkesë padisë që paraqitet në gjykatë. Më thoni nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këto, që të vijojmë pastaj. Me sa shoh, nuk duhet këtë pyetje përderisa nuk po përgjigjet njeri. Okej. Po kazuset që ju kam dërguar, ka pasur ndonjëri mundësi që t'i shikoj? Nuk është nevoja të keni bërë ndonjë analizë të jashtëzakonshme, thjesht që i keni lexuar dhe nëse keni ndonjë mendim tuaj në lidhje me ato pyetje që unë isha bërë poshtë kazuseve, vendosa disa pyetje që t'ju orientoj pak a shumë. Njëri, ka mundur t'i shikoj? U bë fiksi ato mësimet online që të gjithë mbyllin mikrofonin. Okej, nuk ka problem. Do të shohim. Në fakt unë më pas ka humbur, po tani po i shikoj këto 2 kazuset. Atëherë për sa i përket të sajt afatet, sa kontratës me afat, kjo gjykata kompetente është gjykata e jurisdiksionit përgjithshëm, cilës duhet të drejtohemi, ndërsa legjislacioni që duhet përdorur është kodi i punës, pasi është kanë punësuar me kodin e punës. Të shikoj. Ta hap kazusin që ta shikojnë edhe pjesa tjetër që t'jenë edhe unë tani sa po hapa dhënë që nuk pak më pas ka pafundur. I kam bërë share screen-un, do me thënë. Po. Më e shikoni kazusin apo jo? Pas, shikojmë. Okej, në rregull. Doni t'ua lexoj një herë apo që ta rikujtojmë pak? Do me thënë, e gjithë kazusi ishte i tillë që një specialiste pranë drejtorisë juridike në Ministrinë e Mbrojtjes kishte lidhur një kontratë 1 vjeçare me institucionin, në të cilën përcaktoi qartë që ekzistonte e drejta e rinovimit të saj. Normalisht neve nuk kemi detaje në lidhje me kushtet, le të themi, ose afatet që duhet të zbatoheshin për këtë drejtë rinovimi, domethënë nëse në kontratë parashikohej që 30 ditë para përfundimit të kontratës, për shembull, palët do të diskutojnë në lidhje me mundësinë e rinovimit. Dhe në ditën që përfundonte kontrata, institucioni i ka lënë vajzës mbi tavolinë, ndërkohë që ajo ishte me leje, i ka lënë vendimin e largimit ose të përfundimit të kontratës dhe mos rinovimit të saj, duke mos ndjekur, le të themi, procedurën apo duke ndjekur procedurën këtë do ta vlerësoni ju pastaj, sepse është dhe pyetje e kazusit. Mund të vazhdosh, të lutem. Edi, në mos gaboj? Po. Atëherë ti the që gjykata kompetente do të jetë ajo e jurisdiksionit përgjithshëm. Jurisdiksionit përgjithshëm, ndërsa baza ligjore është kodi i punës dhe kodi civil. Po. Jurisdiksionit përgjithshëm. Për pjesën tjetër, do me thonë neve kemi të bëjmë me një punonjës që është në një institucion shtetëror. Kur janë rastet që zbatohet kodi i punës dhe kur janë rastet që zbatohen legjislacioni i posaçëm pastaj që është për atëherë ligji për në punë civile mendoni. Po. Atëherë 158/2013 duket është ai diçka e tillë. Për statusin në punësi civil. Po, atëherë janë rastet kur janë punonjësit e administratës publike, forcat armate ose administrata zgjedhore administrata gjyqësore më duket. Nuk kam parasysh komplet ata, di që janë 10 kategorisë. Dhe në të tilla raste shqyrtohet nga gjykata administrative. Po, shumë e qartë. Neve këto do ta shikojmë dhe sot, por thjesht për parantezë. Në momentin që kemi të punësuar me kontratë pranë institucioneve shtetërore,
legislacioni i zbatueshëm është kodi i punës. Pra, në këtë rast nuk kemi të bëjmë me statusin e punësit civil, për të cilin ka një procedurë tjetër, pastaj përmarrje në punë, ku kemi të bëjmë me konkursin, provimin, intervistën me gojë dhe gjitha këto me radhë, dhe mënyra e zgjidhjes së kontratës në të tilla raste është e ndryshme sepse zbatohet procedurë ndryshe nga ajo e parashikuar në kodin e punës. Deri këtu jemi shumë okay. Edhe për gjykatën, duke qenë se kemi të bëjmë me një marrëdhënie në thonjza civile, sepse kemi zbatueshmërinë e kodit punës, do të jetë gjykata e jurisdiksionit të përgjithshme ajo që do të shqyrtoj kërkesëpadinë, që do të paraqesi vajza në këtë rast. Kush do të jetë shkaku i padisë ngritur? Tha më herën e kaluar kur diskutuam për padinë që shkaku përbohet nga dy elementë, që është e drejta që i përket palës dhe veprimet apo mos veprimet që e kanë cënuar këtë të drejtë. Pra, cili do të jetë shkaku i padisë në këtë rast? Sepse këto janë elementë që domosdoshmë pastaj juve do duhet t'i parashikoni në kërkesëpadi ose në rastin konkret vajza i ka parashikuar në kërkesëpadi, domethënë i ka analizuar këto dy elemente. Cili mendoni ju që do të jetë? Okej. Ja se shikoj unë. Cili mendoni ju do të jetë shkaku i padisë? Pra, çfarë drejte i është cënuar vajzës në këtë rast? Kemi pra mosbatimin e procedurës dhe të afateve. Por kjo por ky është pak rast i veçantë, se kjo është e drejtë që zgjidhja e kontratës në moment pa përshtatshëm kur pala është me leje vjetore. Por në këtë rast është pak rast i veçantë sepse kontrata e punës në një farë mënyrë kishte përfunduar. Domethënë afati ka qenë një vjeçar i kontratës punës. Dhe ka përfunduar, por në kontratë ekzistonte e drejta e palës për rinovim. Dhe ndërkohë që nuk është bërë asnjë diskutim për këtë rinovim. Domethënë, duke qenë se nuk është dhënë arsye, pikërisht, arsyeja pse nuk do të bëhet ky rinovim. Unë po ju ajo pak sa më të kështu sepse në kazin që na dha një nga pjesëmarrësit herën e kaluar, nuk është se e kishim të detajin që në rast se kontrata parashikonte ndonjë kusht për rinovimin e kontratës, por unë po ja jap për shkakun që kushti ka qenë që palët 30 ditë para do ta diskutonin në lidhje me rinovimin ose jo të kontratës dhe zëm që ky kusht nuk është zbatuar nga ana e punëdhënësit. Pra si do të jetë ndërgjyqësia dhe si do të jetë objekti i padisë, i kërkesëpadisë në këtë rast. Pra kë do të padisi pala? Kur do të jetë pala e paditur në këtë rast? Pala e paditur është institucioni përkatës ku punojnë, domethënë dhe drejtoria konkrete. Drejtoria juridike në këtë rast, institucioni Ministrisë X. Cili do të jetë objekti i kërkesëpadisë? Shkaqe zgjidhje pa drejt, në fakt duke qenë se kësaj ka mbaruar kontrata. Po pra, prandaj tash ai ishte me leje, ai procedura në shkel duke qenë se ishte me leje. Pikërisht, kemi këtë kohën e papërshtatshme të zgjidhjes kontratës dhe i zëm që nuk është zbatuar as afati për diskutimin e palëve. Pra, le të themi që ka pasur një afat 30 ditë para përfundimit, para datës përfundimit, për të diskutuar në lidhje me rinovimin ose jo të kontratës. Dhe futën shkaqet e padrejta, ajo është shkaqet e padrejta ata të nuk ka problem, shikoni, nuk është se është e thënë që ky fakt është një kazus pak i posaçëm, nuk është i zakonshëm për marrëdhëniet e punës që gjithmonë kemi procedurën, afatin dhe gjitha këto. Kjo është pak i posaçëm sepse edhe kemi përfundimin të kontratës, kemi përfundimin e afatit të kontratës, por vetëm kjo pjesa ku pala mund të, le të themi, do ta ngrejë të gjithë bazën e saj në kërkesëpadi, do të jetë e drejta e rinovimit që nuk i është zbatuar, pra është cënuar kjo e drejtë që ajo e kishte për të rinovuar kontratën, dhe le të themi në rast se ka pasur një procedurë apo afat paraprak që duhet zbatohej para se të përfundonte kontrata në mënyrë që palët vendosin se do rinovohet apo jo. Nëse ka pasur një të tillë dhe kjo është cënuar, atëherë edhe kjo. Pra këto do të jenë, le të themi, dy pikat ku pala, ku punëmarrësja në këtë rast do të ndërtojë të gjithë kërkimet e saj në kërkesëpadi. Po për kazusin tjetër. Po jo, mirë tash nuk kam një pyetje. Kjo i ndërton, por me si e kërkon të shpërblimin, në çfarë llogaritje, duke qenë se nuk parashik ajo pjesa e njoftimit 30 ditë para. A do përfshihet sikur në rastin kur është pa afat? Jo, tani
Në rasti konkret të pjesën e afatit rieditor, e thash unë për ta bërë kazusin le të themi disi më të thjeshtë edhe më të kuptueshëm. Tani kemi shkaqet e parashtyeshme, që është kjo zgjidhja në gjatë periudhës papërshtatshme le të themi, dhe kam përshtypjen aty kodi i punës parashikon ndonjë kërkonte deri në momenti që do vi pala, do kthehet në detyrë. Kjo gjithmonë kur kemi të bëjmë me kontratë pa afat, po në rastin konkret kur neve do t'i kërkojmë se të jemi në kushtet e një kontrate pa afat në këtë rast. Sepse të po thoja që do të kërkojmë një atë kushtet kur ishte një kontratë pa afat, duke qenë se licitacioni nuk ka një gjë tillë. Sepse tash e vetmja pikë ku neve mund të bazohemi në këtë rast është ajo e afatit e pjesës së rinovimit të kontratës. Edhe nuk është se kemi kriteret të tjera, sepse edhe nuk kemi shumë detaje në lidhje me kontratën. Po ta kishim kontratën dhe ta analizonim, mund shikonim nëse parashikon ndonjë afat caktuar. Por është e drejtë ajo që the ti, që në rast konkret, në momentin që s'kemi detaje të tjera, mbi të cilat neve të ndërtojmë, le të themi, apo të drejta të tjera të cilat ne janë cënuar, do jetë vetëm kjo pjesa e mundësisë së rinovimit. Po për kazusin e dytë, ka ndonjë mendim? Ky është pak i posaçëm fakt, sepse ka të bëjë me një ligj të posaçëm, është largim nga puna e personelit akademik. Kështu që nuk e di nëse ndonjëri nga ju ka pasur mundësi të hapi dhe të shikoj pak ligjin për arsimin e lartë dhe çfarë parashikon për statusin e personelit akademik dhe mënyrës së largimit të tyre. Në rasti konkret neve kemi një grup pedagogësh të cilët kanë vite që japin mësim pranë Universitetit të Sporteve dhe në një moment të caktuar, në momentin që ndrohet rektori, ai pas zbatuar asnjë procedurë edhe pas një afat njoftimi, thjesht i njofton një grupi pedagogësh të cilët ai vendosi që do të largohen nga detyra. Hapi pak ligjin për arsimin e lartë, që të shikojmë pak çfarë thotë për statusin e pedagogëve, që ta keni dhe juve pak më të qartë. Si do të shikojmë edhe sot në fakt, sot neve do të shikojmë aktin administrativ, ankimin administrativ dhe kërkesëpadinë administrative. Pjesa administrative është pak e veçantë dhe e posaçme, sepse përveç le të themi dy ligjeve që ne kemi, që është ligji për gjykatën administrative dhe gjykimet administrative dhe kodin e procedurave administrative, rast pas rasti ju do të keni dhe ligje të tjera të posaçme që lidhen me institucionin konkret që ka marrë aktin administrativ. Kështu që kjo pjesë duhet jeni gjithmonë shumë të vëmendshëm, sepse kemi shumë legjislacione të posaçme që duhet ndërthuren me njëra tjetrën. Kështu që ata hapin pak ligjin për arsimin e lartë, shikojmë çfarë thotë për statusin e pedagogut dhe për mënyrën e largimit. Për ditësuar. Vetëm na hapë 2 sekonda. Okay. Dhe vetëm një vëzime si fillim, por kërkojmë direkte që mos mbasim kohë. Një sekundë, s'kam hapur një përmbledhje. Por do ishte më mirë të hapja direkte ligjin. Ta shkojmë direkte ligjin, sepse këtu që nga përmbledhjeve janë shumë të Tek ligji ka dy parashikime të veçanta që lidhen me statusin dhe me largimin nga detyra të personelit akademik. Pra si është procedura e largimit nga detyra dhe normalisht parashikon edhe faktin që duhet të ketë shkaqe serioze dhe shkelje serioze nga ana e personelit akademik që të bëhet një largim nga detyra.
Juve keni ndonjë ide në lidhje me këtë kazusin? Do me thënë, ka ndonjëri ndonjë ide se si mund të zgjidhet? Po, ja ku jemi. Statusi i personelit akademik. Personeli akademik gëzon status dhe trajtim të veçantë, i cili propozohet nga Ministri i Përgjegjës për Arsimin dhe miratohet nga Këshilli i Ministrave. Thotë që institucionet publike të arsimit lart, kjo është pjesa që mund të trajtohen në mënyrë të veçantë me shpërblime financiare, dhe pak më poshtë kemi largimin, se si bëhet largimi dhe masat disiplinore, le të themi. Kemi edhe punësimin, cilat mund të jenë kushtet e punësimit, sepse që dini, personeli akademik janë me gradë të caktuara, pra fillon nga profesor doktor, dhe doktor shkencash, tek lektorët, tek asistent lektorët dhe gjitha këto mëdha, thotë që masat disiplinore përcaktohen në përputhje me statutin dhe aktet e tjera të ligjit për arsimin e lartë. Tani statuti, po ta shikoni çdo universitet, Universiteti i Tiranës, të gjitha kanë statutin e tyre. Statuti është, le të themi, një ndër aktet e brendshme më të rëndësishme të universitetit. Dhe në statut çdo universitet e ka të parashikuar mënyrën dhe shkaqet për cilat largohen pedagogët. Megjithatë, ligji ka vetëm parashikimin e veçantë që thotë largimi nga detyra e personelit akademik bëhet nga rektori i institucionit me propozitë të drejtuesit të njësisë. Ku personeli zhvillon veprimtarinë e tij dhe pas miratimit të komisionit ad hoc të ngritur nga Senati akademik në rastet e shkeljeve të rënda dhe të përsëritura të ligjit, sipas përcaktimeve të statutit dhe të akteve të tjera. Vetëm një sekond. Më vin. Kanë kontratë me afat të pacaktuar dhe për pjesën që nuk rregullon ligji i posaçëm zbatuan dispozitat e kodit të punës. Dënohen me vendim gjyqësor të formës prerë. Janë aktet e brendshme të universitetit. Pikërisht pra, shumë e drejtë kjo që thotë Ermira. Po, siç e shikoni, cilat janë, si mund bëhet largimi? Pra, largimi bëhet nga rektori i institucionit, por me propozim të drejtuesit të njësisë bazë, ku personeli akademik zhvillon veprimtarinë e tij, pra drejtuesit të departamentit konkret, domethënë ose fakultetit konkret në cilën pedagogu zhvillon mësimdhënien e tij, ku personeli akademik zhvillon dhe pas miratimit të komisionit ad hoc të ngritur nga Senati akademik. Dhe kjo bëhet vetëm në rastet e shkeljeve të rënda dhe të përsëritura të ligjit. Pra, në rastin konkret kemi e para një mosbatimin e procedurës për largimin, do të thotë ngritja e komisionit, propozimin dhe gjitha këto mëra. Dhe nga ana tjetër kemi dhe shkaqe të paarsyeshme sepse kemi të bëjmë me rastet e shkeljeve të rënda, në rastin konkret nuk ekziston asnjë shkelje, nuk i është dhënë asnjë justifikim dhe asnjë, le të themi, argument për arsyeën sepse do të largohen nga puna pedagogët konkret. Nëse dëshironi, juve mund ta ndërtoni unë kam lënë fakt, po nuk besoj se ta ketë bërë ndonjëri, të ndërtoni grafikisht kërkesëpadi konkrete të këtij rasti, unë do ju sugjeroja ta bënit, sepse është rast i veçantë, edhe do të ishte eksperiencë e këndshme për ju që të ndërtoni një kërkesëpadi bazuar në një ligj paksa të posaçëm që është ky për arsimin e lartë. Shikoni dhe VKM-t të caktuara që ka për statusin e personelit akademik, statutin e brendshëm të universitetit të sportit dhe të gjitha këto me radhë, domethënë. Unë do ju sugjeroj që ta bëni dhe neve ta shikojmë seancën e fundit. Për ato që nuk kanë qenë, neve kemi lënë që seancën e fundit, përveç se do të bëjmë kërkesat dhe memot ligjore, do të bëjmë edhe, dëshira ime është që secili prej jush të bëjë një kërkesëpadi dhe një kundërpadi, mi dërgoni në email, edhe pastaj pa thënë emra, normalisht, sepse mund të keni siklet, megjithëse është totalisht absurde, ne jemi për të mësuar, gjithë cili nga ne mëson nga diçka të re, dhe të shikojmë edhe të marrim mendime nga njëri tjetri, pra çfarë mund të ishte shtuar në këtë kërkesëpadi, kazusin do t'ua jap unë. Unë kam sjellë disa kazuse sot, një kazus administrativ shumë interesant. Megjithatë, në rast se ju keni dëshirë që të bëjmë një kazus në një fushë tjetër mbase paksa më në lidhje me drejtën e pronësisë apo në lidhje me ekzekutimin e detyrimeve kontraktore, dëmet jashtëkontraktor, thjesht më shkruani në WhatsApp që të bëjmë diçka për cilën ju realisht keni interes dhe do keni dëshirë ta punoni me qef, le të themi, kërkesëpadi. Dhe ajo që unë e thash herën e kaluar, do doja që të gjithë ne në fund kemi është që secili nga ne të ndërtojë vetë një kërkesëpadi, një deklaratë mbrojtje dhe një kundërpadi për të njëjtin kazus.
do e bëjmë të tillë kazusin që të ketë mundësi që të shikojmë të dyja palët, domethënë edhe kërkesë padite kundër padite deklaratë mbrojtje. Thjesht juftoj të keni pak më tepër pjesëmarrje dhe të shkruani te grupi çfarë keni dëshirë, çfarë lloj kazusi keni dëshirë që unë t'ju jap, në mënyrë që edhe për ju të mos jetë shumë, le të themi, ngarkesë shumë e madhe ta bëni, sepse kam përshtypjen që jeni të gjithë në përpunëra, mos jetë ngarkesë e madhe, por të jetë diçka që do ta bëni me dëshirë dhe me qef. Okej, unë them, do kalojmë tek pjesa e seancës sotme, që të mos humbim shumë kohë. Atëherë, sot, siç e dini, siç e diskutuam dhe herën e kaluar, neve do të flasim për ankimin administrativ dhe kërkesë padine administrative. Tani doja të dija që edhe unë mos zgjatem edhe të mos përsëris diçka që ju le të themi keni qartë. Gjykoni se është e nevojshme të bëjmë një përsëritje të shkurtër fare të aktit administrativ, domethënë kriteret mbi të cilat del akti administrativ, sepse në fund edhe ankimi administrativ dhe kërkesë padia mbi këto kritere do ta ndërtojnë, le të themi, ankimin dhe kërkesë padin. Pra, më thoni, doni të bëj një 3-4 slajde janë gjithsej, cilat janë kushtet për nxjerrjen e aktit administrativ, llojet e tij dhe përmbajtja. Sepse këto do të jenë elementet në të cilët do të bazohet dhe ankimi dhe kërkesë padia. Më thoni, doni ta trajtojmë 2 minuta aktin administrativ apo të kaloj direkt te ankimi administrativ? Me ju online-it e kam gjithmonë. Për më është në rregull. Nuk të dëgjojmë. Për më nuk ka nevojë që ta rikthejmë, që mund ta lexojmë, e kemi lexuar tani prapë. Kështu që mund të vazhdojmë, sa për mua. Okej, ndonjë tjetër? E ndjen të nevojshme që të bëjmë një përsëritje të shkurtër të kësaj apo të kalojmë direkt te ankimi? Shqyqyr që pas kemi Edin sot që na kthen ndonjë përgjigje. Më grupi, apo e keni fikur fare mikrofonin edhe ka problem. Okej. Unë thjesht te akti administrativ vetëm 2 gjëra të vogla po ju them. Thjesht që akti administrative kemi individual, kolektiv, normativ dhe të garancisë. Individuali është kur si fillim akti administrativ është shprehje e vullnetit nga çdo organ publik në ushtrimin e funksionit të tij publik, i cili ndryshon, krijon dhe shuan marrëdhënie juridike konkrete. Dhe në varësi të llojit apo numrit subjekteve të cilat ai shtrin efektet e tij është individual, ku i drejtohet një apo më shumë subjekteve të përcaktuara individualisht, kolektiv, ku i drejtohet një numri një grupi të caktuar subjektesh të cilët janë të përcaktuar individualisht ose mund të përcaktohen individualisht mbi bazën e karakteristikave të përgjithshme, dhe akti normativ, po se ky i garancisë nuk është se është shumë i përdorshëm, le të themi, apo nën ligjor, është ai që organi administrativ nxjerr në ushtrim të funksionit të tij dhe që rregullon një apo disa marrëdhënie juridike të vendosura duke vendosur rregullat të përgjithshme të sjelljes, dhe që nuk është i shteruar në zbatim të tij. Domethënë, të tilla kemi vendimet e Këshillit të Ministrave për qenë qartë. Po ju them pak edhe vetëm çfarë duhet përmbajë akti administrativ, sepse mungesa e ndonjërit nga këtyre elementët që parashikon kodi i procedurave administrative që duhet përmbajë akti administrativ mund të jetë shkak për ankim nga ana juaj. Para duhet të jetë i shkruar në letër elektronikisht ose verbale dhe ose në çdo formë tjetër të përshtatshme në varësi të se si e parashikon ligji konkret institucionit që ka nxjerrë vendimin, le të themi. Mund të jetë i shkruar në letër ose elektronik dhe përmban pjesën hyrëse, e cila ka emrin e organit që e nxjerr, palët të cilave ju drejtohet, datën e miratimit të tij, bazën ligjore, pjesën arsyetuese, dispozitivin pastaj që tregon pjesën urdhëruese se çfarë është vendosur, kohën e hyrjes së fuqisë të aktit, të drejtën e ankimit, gjithmonë aktet administrative përmbajnë afatin brenda të cilit ju mund të bëni ankim, sepse ne do të shikojmë që është një afat i përgjithshëm, por ligjet e veçanta kanë afate të tjera. Afatin tham, në mënyra e përllogaritjes së afatit, pra fillon nga enesmja, le të themi, e marrjes dieni për aktin administrativ apo një afat tjetër që mund të ketë parashikuar aty. Vetëm kaq doja të ndalesh edhe kjo pjesa dhe pjesa që nga ana substanciale çfarë duhet përmbajë, shpjegimin e situatës faktike mbi të cilin është marrë akti, shpjegimin e përmbledhur të rezultatit të hetimit administrativ dhe vlerësimin të provave, bazën ligjore dhe pse ekzistojnë këto kushte që kjo bazë ligjore të zbatohet në rastin konkret.
Dhe në rast se kemi të bëjmë me diskrecion, se diskrecioni është përdorur në mënyrë të caktuar. Diskrecion konsiderohet në momentet që organi administrativ, le të themi, po flasim për një gjobë. Në momentin që ligji parashikon që gjoba mund të jetë nga 50.000 lekë deri në 2 milion lekë, dhe organi administrativ ka vendosur që gjoba të jetë 1 milion lekë, atëherë duhet të argumentojë sepse është përdorur në këtë mënyrë diskrecioni i tij. Sepse ai ka vendosur këtë masë, le të themi. Kjo është sjellja e pasojave, okay, unë thjesht nuk po i futem më kësaj pjese, meqense juve e keni të qartë le të themi aktin administrativ. Thjesht për dieni, e dini që e keni këtu në prezantim, nëse do t'ju duhet të shikoni le të themi ndonjë element. Tani, shkaqet për cilat neve do të shikojmë paralelisht me ligjin, se unë fakt sot doja që të shikonim paralelisht edhe ligjin, në mënyrë që edhe të kuptoni se si orientohemi te ligji për element caktuar. Kemi pavlefshmërinë në aktit administrativ. Pse e kanë vendosur më vete? Sepse pavlefshmëria është shumë e rëndësishme dhe është në shumicën e rasteve pjesa ku pala fokusohet për të pretenduar shfuqizimin pastaj të aktit administrativ. Dhe kur kemi pavlefshmëri absolute të aktit administrativ. E para një duhet kemi të qartë pak dallimin pavlefshmëri absolute dhe pavlefshmëri relative. Po kemi pavlefshmëri absolute, akti nuk sill asnjë pasojë juridike. Ai konsiderohet se nuk ekziston që në fillimin e tij. Kur kemi relative, pastaj është pak e ndryshme, sepse tek pavlefshmëria relative edhe tek pjesa e civiles, pavlefshmëria relative mund të jetë konvalidueshme, do të thotë që pasojat e saj mund të fillojnë që nga momenti që ajo konstatohet dhe në vijim, dhe nuk mund të kthehen le të themi pas dhe të kenë efekt tek ngjarjet që kanë ndodhur para se të konstatohej kjo pavlefshmëri absolute. Megjithatë kjo është rast pas rasti. Atëherë ku kemi pavlefshmëri absolute? Kur akti administrativ vjen në kundërshtim të hapur dhe flagrant me një dispozitë urdhëruese të kodit të procedurave administrative dhe legjislacionit në lidhje me kompetencën e organit publik. Tani çdo organ publik ka një kompetencë të caktuar lëndore dhe territoriale, ashtu si dhe në rastin e gjykatave. Kompetenca për shembull e organeve tatimore nuk mund të jetë që të vendosin masa për shkeljen e rregullave të qarkullimit rrugor, se nuk është institucioni përkatës që ka të drejtën në bazë të ligjit për funksionimin e tij dhe për kompetencat e tij të vendosë të tilla masa. Kemi të bëjmë procedurën e nxjerrë. Tani procedura e marrjes së një vendimi administrativ, nxjerrjes së një akti administrativ është e parashikuar në kodin e procedurave administrative dhe parashikon të gjitha hapat se si duhet organi të vlerësojë le të themi një kërkesë. Në momentin që paraqitet një kërkesë pranë organit, ai duhet të vlerësojë të bëjë hetimin administrativ për cilat ka afate të caktuara, duhet të marrë, të grumbullojë provat, të kërkojë nga pala, domethënë të gjitha ato hapa që parashikohen në kodin e procedurave administrative që duhet të ndjekë organi administrativ deri në momentin e marrjes së një vendimi prej tij, afate të caktuara, të gjitha këto me radhë, por bëjmë procedurën e nxjerrjes së aktit administrativ, e cila mosndjekja e saj mund të bëjë shkak për pavlefshmërinë absolute të aktit. Formën ose elementet e tjera të detyrueshëm të aktit. Tani në ligjet e posaçme mund të ketë një formë të detyrueshme për aktin administrativ. Pra, edhe nga ana formale, se si duhet jetë, pra çfarë elementesh duhet përmbajë janë ato që neve folëm pak më lart, pra sipër të ketë identifikuar organin i cili e nxjerr, palën të cilës drejtohet, baza ligjore e zbatueshme, rezultatet e hetimit administrativ, pjesa e dispozitivit, pra çfarë vendimi ka marrë organi administrativ, sa është afati i ankimit, që pala mund të ankimojë këtë vendim. Të gjitha këto element që i kemi tek slajdi numër 3, të cilat nuk mund dalë shumë sepse tham që i kemi le të themi të freskëta. Është nxjerrë përmjet mashtrimit, kanosjes, mitmarrjes, konfliktit të interesit, falsifikimit apo ndonjë veprimi tjetër që përbën vepër penale. Kjo është e qartë besoj. Ekzekutimi i aktit mund të shkaktojë një veprim të dënueshëm sipas legjislacionit penal. Dhe çdo rast tjetër të parashikuar në ligj, kur ligjet flasin edhe për ligjet e posaçme normalisht, siç është ligji për takimet, domthonë çdo ligj që rregullon një veprimtari të caktuar për ushtrimin e pushtetit shtetëror apo për funksionimin e organeve të ndryshme shtetërore. Kemi pyetje? Okej. Thjesht të pranoj disa. Okej. Nuk besoj se ka ndonjë që nuk po mundet do të aksesohet. Ku ishim tek pavlefshmëria. Tani, paralelisht me këto, unë dua që
të fillojmë të punojmë pak edhe me ligjin, duke qenë se supozohet është kurs për jurista, ne mund të mos kemi të gjithë jurista, por të shikojmë pak ligjin, se çfarë parashikon ligji për gjykatën të gjykimit administrative. Tu do të jemi tek pjesa e padisë, por e lashtë që ta kemi pak gati. Kemi edhe raste të tjera ku kemi të bëjmë me palikshmërinë e aktit administrativ dhe kemi të bëjmë në rastet kur organi që e ka nxjerrë ato ka vepruar në mungesë të kompetencës. Këto janë raste, le të themi, që shkelja apo palikshmëria nuk është aq flagrante siç në rastin e palikshmërisë absolute. Organi që e ka nxjerrë ka vepruar në mungesë të kompetencës, kur është rezultati i shkeljes së dispozitave lidhur me procedurën administrative, kur është në kundërshtim me dispozitat që rregullojnë formën apo elementet detyrueshëm të aktit administrativ, kur është nxjerrë në mungesë të një autorizimi nga një ligj sipas nenit të kodit procedurave, kur është në kundërshtim me ligjin material, kur diskrecioni është ushtruar në mënyrë jo të ligjshme, pra diskrecioni mund të jetë ushtruar përtej limiteve që parashikon ligji, kur nuk është në përputhje me parimin e proporcionalitetit. Të ndalem pak dhe te kjo parimi i proporcionalitetit. Parimi i proporcionalitetit është një parim shumë i rëndësishëm kur kemi të bëjmë me procedurat administrative dhe personalisht mendoj që kur kemi të bëjmë me ankime administrative apo me kërkesëpadie administrative, duhet që kur është i zbatueshëm normalisht, sepse nuk mund të ta përdorim në një rast që nuk ka vlerë, le të themi, por parimi i proporcionalitetit është një parim shumë i rëndësishëm që ju mund të bazoni pretendimet tuaja. Sepse çdo në fakt është e përcaktuar edhe në kushtetutë, ku kemi të bëjmë me drejtën e pronësisë apo në kodin e procedurave administrative, parimi i proporcionalitetit nuk kupton që vendimi i marrë nga organi publik duhet të jetë në përputhje dhe të kufizojë sa më pak të drejtat e personit dhe të jetë në përputhje me nevojën që e ka diktuar atë. Pra, le të marrim për shembull shkeljet e rregullave të qarkullimit rrugor. Për një, le të themi, parkim të gabuar nuk mund të ketë një masë administrative 100.000 lekë të vjetra, sepse nuk është proporcionale. Proporcionale do të thonë cila është nevoja apo kjo shkelje, le të themi, sa e cënon interesin publik, sa e cënon të drejtën e qytetarëve të tjerë. Nga ana tjetër pastaj kur kemi ecjen përtej limiteve të shpejtësisë, atëherë është proporcionale që të jetë një gjobë më e madhe, sepse dhe nevoja që e ka diktuar është më e madhe, sepse interesi që cënohet apo rrezikshmëria që ajo përbën është më e madhe. Kjo gjithmonë përdoret si argument parimi i proporcionalitetit, sepse mund të kemi masa administrative gjoba të marra për shembull nga organe, të cilat për një shkelje në dukje të vogël, gjithmonë duke u bazuar te ligji konkret, sepse përgjithsisht ligjet që kanë të bëjnë, le të themi, me inspektimet, siç është ISHMT-ja, ishti, të gjitha këto institucione, përgjithsisht në pjesën e fundit të ligjit do të gjeni edhe sanksione dhe ato i kanë të përcaktuara se sa janë gjobat për secilin lloj shkelje që mund të evidentohet tek ju. Dhe ajo thotë për shembull që gjoba, le të themi, për mospasjen e një certifikimi të caktuar apo mos qenurit brenda standardeve të një procesi të caktuar që ju zhvilloni në aktivitetin tuaj, mund të jetë nga 50.000 lekë deri në 100.000 lekë. Dhe në rastet tek juaj ka gjetur një shkelje shumë të vogël dhe vendos direkt te gjobët maksimale, atëherë ju do thoni që është cënuar parimi i proporcionalitetit në marrjen e këtij vendimi administrativ, akti administrativ. Uroj të jemi qartë kjo pjesa, sepse mendoj që është një pjesë shumë e rëndësishme që ju mund ta përdorni si në ankim administrativ si tek kërkesëpadia administrative. Tani e veçanta, le të themi, e përgjithsisht e të drejtës administrative është ankimi administrativ. Ndryshe nga që ne kemi në mosmarrëveshje civile, në të cilat neve i drejtohemi direkt te gjykatës në momentin që kemi mosmarrëveshje të caktuar, në lidhje me institucionet, kur mosmarrëveshjet tona kanë të bëjnë me institucione publike, neve gjithmonë kemi hapin fillestar që është ankimi administrativ. Megjithatë, jo në çdo rast është e nevojshme që të kalohet nga ankimi administrativ ose më saktë të shterohet ankimi administrativ, do të shikojmë rastet. Kjo thjesht për parantezë, është çështje jurisdiksioni, le të themi, sepse kemi jurisdiksionin administrativ, kemi dhe jurisdiksionin gjyqësor. Dhe në momentin që ju është marrë një masë administrative ndaj jush, po ja shpjegoj parimisht si fillim që ta kuptoni dhe pastaj të futemi konkretisht se si e parashikon, le të themi, ligjin. Është marrë një masë administrative ndaj jush dhe ju direkt ngrini kërkesëpadi në gjykatë.
gjykata do ta nxjerrë jashtë jurisdiksionit, sepse kjo nuk bën pjesë në jurisdiksionin gjyqësor, para se të shterohen të gjitha mjetet e ankimit administrativ. Ankimi administrativ, si rregull, bëhet tek organi i pror, megjithatë ligjet posaçme kanë edhe parashikime të posaçme. Për shembull, ligji i tatimeve ka drejtoria e ankimeve, që është institucion në vete që shqyrton ankesat. Çdo institucion e ka në ligjin e tij konkret se cili është institucioni ku ju do të bëni ankimin tuaj. Për ta parë më konkretisht se si e parashikon le të themi kodi i procedurave. Thjesht një gjë të vogël, të gjitha materialet që unë ju sjell në PowerPoint janë normalisht të bazuara në ligjin konkret për cilin ne po diskutojmë, por ka edhe detaje që janë nga vendimet unifikuese, sepse jo të gjitha mund ta rastisi që ti lexojnë vendimet unifikuese, kështu që unë i përfshi ndonjë element që mendoj që është i rëndësishëm të trajtuar. Ankimi administrativ është mjeti ligjor administrativ, i cili mund të ushtrohet ndaj çdo veprimi apo mosveprimi të organit administrativ, kur pala pretendon se nëpërmjet këtij veprimi ose mosveprimi janë cënuar të drejtat dhe interesat e saj. Kur flasim për mosveprim, çfarë themi? Ka raste të caktuara kur ju mund të drejtoni një kërkesë në një organ administrativ dhe organi administrativ mos u kthej asnjë përgjigje. Ju mund të drejtoni një kërkesë, le të themi, ASHK-s për të regjistruar një kontratë hipoteke të cilën ju e keni lidhur me një bankë dhe ASHK-ja të mos veprojë. Kjo quhet mosveprim administrativ. Apo kur ju mund të dërgoni një kërkesë, ka raste dhe legjislacione të posaçme që parashikojnë dhe miratimin në heshtje. Pra, mos kthimi një përgjigje nga organi administrativ do të thotë që është miratuar apo ligji e konsideron si të miratuar kërkesën tuaj. Por që ta keni parasysh që edhe në rastet kur merret një vendim administrativ ndaj jush apo ndaj shoqërisë ku ju punoni, ashtu si edhe në rastet kur brenda fatit ligjor që ka institucioni si detyrim t'ju kthejë një përgjigje, ju nuk keni marrë një përgjigje apo kërkesa juaj nuk është vlerësuar, një kërkesë për një leje të caktuar apo kërkesë për regjistrime të caktuar, atëherë edhe këto përbëjnë rastet për le të themi ngritjen e një ankimi administrativ apo dërgimin e një ankimi administrativ tek organi e pror. Dhe kemi të shumë sa për ju thash që shterimi i ankimit administrativ është kusht paraprak për ngritjen e padisë në gjykatë kompetente për shqyrtimin e çështjeve administrative. Do shikojmë paralelisht me ligjin, të përfundoj pak të pjesën dhe shikojmë paralelisht me ligjin, cilat janë rastet në të cilat neve mund t'i drejtojmë gjykatës administrative, pra çfarë lloj mosmarrveshjesh gjykon gjykata administrative. Pra, rastet në cilën ne mund t'i drejtohemi gjykatës pa qenë nevoja që ne të bëjmë ankimin paraprak tek organi administrativ, tek organi e pror administrativ, janë kur ligji nuk parashikon një organ më të lartë për paraqitjen e ankimit administrativ, ose kur organi më i lartë administrativ nuk është konstituuar. Çfarë thotë nuk është konstituuar? Do thotë që nuk është krijuar ende. Nuk kemi krijimin një institucioni të ri për shembull, dhe normalisht ka dalë një ligj i veçantë, i cili parashikon ngritjen e një institucioni të caktuar, dhe është ngritur konstitucion dhe do të dalin dhe aktet ligjore për rregullimin e tij, por nuk është ngritur le të themi struktura që do të përbëj organin e apelimit apo organin e pror që do të shqyrtojë ankimet. Atëherë kur edhe vetë në ligj kjo është e qartë, ju do të drejtoheni direkte në gjykatën administrative. Nuk keni pra nevojën që të paraqisni ankim administrativ, sepse thjesht nuk ekziston organi e pror në cilin ju mund ta paraqisni. Ligji parashikon shpejtimisht të drejtën për t'u ankuar drejt për drejt në gjykatë. Kemi raste të posaçme që ligji i posaçëm parashikon që ju nuk është nevoja të ezauroni le të themi ankimin administrativ, por mund të shkoni drejt për drejt në gjykatë. Kryesisht le të themi kjo është në rastet kur e drejta e cënueshme që mund të cënohet në ky akt administrativ është e tillë që nuk duhet humbur kohë dhe është sa më eficiente që drejtohen drejt për drejt në gjykatë dhe gjykata të marrë një vendim të caktuar. Organi më ose edhe në rasti kundërshtë kur organi më i lartë në shqyrtimin e ankimit administrativ ka cënuar me vendimin e tij të drejtat apo interesat personale të ligjshëm të një personi i cili nuk ka qenë parë në procedurën administrative. Pra, në rast le të themi një palë tjetër ka kërkuar nxjerrjen e një akti administrativ. Është nxjerrë dhe procesi i administrativ i kësaj palës tjetër ka vajtur deri tek organi më i lartë dhe organi më i lartë ka nxjerrë një vendim të caktuar. Por, kur kanë nxjerrë të vendimin organi më i lartë ose organi e pror le të themi, nga ky vendim janë cënuar të drejtat e një pale tjetër që nuk është fare në proces. Pra pala tjetër nuk ka lidhje fare le të themi me gjithë procesin që është iniciuar nga një person i tretë. Le të themi janë vendosur është marrë leje për një ndërtim apo për një shtesë ndërtimi dhe nga kjo leja është cënuar le të themi pjesa e pronësisë tuaj, gjëra që nuk para ndodhin në praktikë, okay, i kemi të sinqert, por thjesht si shembull, dhe ju mund të drejtoni drejt për drejt në gjykatë në rast se ka ndodhur diçka e tillë. Pra, kur ju jeni cënuar nga një proces administrativ, të cilin
iniciuar një palë tjetër apo vendimi i cili drejtohet një palë tjetër. Çfarë duhet të përmbajë ankimi administrativ? Ankimi administrativ ndaj aktit përcakton duhet përmbajë subjektin që ushtron ankimin, organin që shqyrton ankimin administrativ, aktin administrativ i cili kundërshtohet ose aktin administrativ të kërkuar i cili nuk është nxjerrë. Pra, është ajo që tham, që ose ankimi do të jetë ose për aktin që juve ju ka cënuar të drejtat dhe interesat e lishëm, ose pastaj në ankimin administrativ juve do të paraqisni aktin të cilët ju kërkoni që dali, pra një leje të caktuar, dhe në ankim administrativ do të jetë detyrimi i organit le të themi ASHK-punar për të nxjerrë apo për të bërë regjistrimin e kërkesës hipotekës, kontratës hipotekës që folëm pak më parë si rast. Objektin dhe shkaqet mbi të cilat bëhet ankimi. Normalisht tham objektin dhe shkaqet, pra çfarë është ai elementi i këtij akti administrativ që juve ju ka cënuar të drejtat dhe interesat tuaja të lishëm. Pra akti administrativ është absolutisht i pavlefshëm. Pse? Sepse nuk përmban pjesën arsyetuese, sepse është nxjerrë mungesë flagrante të kompetencës, sepse është totalisht jashtë le të themi asaj pjesës diskrecionit që ka organi publik, sepse është në mënyrë flagrante është kelur parimi i proporcionalitetit. Të gjitha këto elemente që neve pam pak më lart dhe që juve i keni normalisht janë në të gjitha ligjet e posaçme, do të jenë shkaqet mbi të cilat ju do të bazoni ankimin tuaj. Çdo kërkesë e drejtuar organi publik vlerësohet si akt administrativ ndaj aktit edhe nëse ai nuk është emërtuar shprehimisi i tillë. Në këtë rast qëllimi për të ankuar ndaj një akti administrativ apo për të kërkuar nxjerrjen e një akti duhet të jetë mjaftueshmërisht e qartë. Kjo fakt është një gjë që neve kemi folur edhe për le të themi në analogji edhe për kërkesë padin, që do të thotë legjislacioni jon, po ashtu si dhe pjesa më e madhe e legjislacioneve në Europë apo dhe në botë, të drejtën e aksesit në gjykatë apo të drejtën e aksesit le të themi në institucionet shtetërore apo organe publike, nuk e kanë të kushtëzuar nga pasja e një avokati apo nga përfaqësimi me një avokat caktuar apo nga të qenurit njohës i mirë i legjislacionit shqiptar apo i çfarëdo lloj vendi. Gjithmonë gjykatat dhe institucionet supozohet që janë të aksesueshme për çdo individ. Kjo gjithmonë merr raste përjashtimore, siç është për shembull përfaqësimi në gjykatën e lartë, i cili duhet bëhet detyrimisht me avokat, apo në gjykatën kushtetuese. Në rastet e tjera, si në rastin e kërkesë padisë dhe në rastin e ankimit administrativ, përgjithsisht legjislacioni parashikon se cilët duhet të jenë, ju duhet keni të qartë kërkimin tuaj. Edhe në këtë rast ato thotë që edhe një kërkesë drejtuar organit, e cila mund të mos jetë emërtuar specifikisht si akt administrativ apo mund të mos ketë atë formën tipike të aktit administrativ që ne njohim, por që nga kërkimi që ai përmban kjo kërkesë del qartë se synimi është të ankohet ndaj një akti administrativ caktuar, atëherë normalisht ajo do të shqyrtohet, mjafton që të jetë qartë kërkimi që ai ka ose më saktë të jenë të qarta pretendimet që ai ka ndaj aktit administrativ që ka cënuar të drejtat apo interesat e tij të lishme. Megjithatë këtu unë thash dhe në seancën e kaluar po flisim për kërkesë padin. Una juaj si jurist, në fund ditës kjo është, e jona si jurist është që neve të ndërtojmë një ankim administrativ, një kërkesë padi administrative apo një kallëzim penal, një padi penale. Do të thënë puna jonë si avokat kjo është, që neve ta ndërtojmë sa më mirë, sa më qartë, me sa më argumenta ligjore të qëndrueshme. Pavarësisht se ligji e parashikon që këto akte mund paraqiten thjesht duke qenë i qartë kërkimi, megjithatë e mira është që në çdo rast ketë atë formën e kërkuar, le të themi, e kërkuar nga dispozitat ligjore, që është edhe kodi i procedurës civile, por edhe kodi i procedurave administrative, brenda këtyre dispozitave ligjore dhe sa më shumë argumenta ligjore dhe analizë ligjore, duke qenë se kjo është në fund ditës edhe detyra e avokatit dhe ajo le të themi elementi plus që ju i jepni një personi që vjen tek ju për ta përfaqësuar ju. Afatet e ankimit tani. Ankimi administrativ ndaj aktit administrativ duhet të paraqitet brenda 30 ditëve nga data kur ankuesi ka marrë njoftim për nxjerrjen ose refuzimin e nxjerrjes së aktit administrativ. Megjithatë, do të shikojmë pak më poshtë që tek kërkesë padi administrative, për shembull, ka dhe afate të tjera të posaçme. Pra, le të themi tek ankimi administrativ kemi afatet 30 ditor, ndërsa tek kërkesë padia kemi afatet 45 ditor. Megjithatë, do shohim që ka dhe afate të tjera të posaçme që i parashikojnë ligjet e posaçme. Ankimi është brenda 30 ditëve.
Në rastin e mosveprimit administrativ, pra thamë është ai rasti kur juve kërkoni nxirrjen e një akti administrativ apo regjistrimin e një kërkese apo në varësi të llojit të problematikës, në rastin e mosveprimit administrativ, me përjashtim kur miratimi në heshtje është i zbatueshëm dhe miratimi në heshtje duhet të jetë i parashikuar në ligjin e posaçëm, që të jetë le të themi i zbatueshëm, ankimi paraqitet jo më parë se 7 ditë, dhe jo më vonë se 45 ditë nga data e përfundimit të afatit caktuar, ose të shtyr për përfundimin e procedurës administrative. Keni parasysh që edhe kodi i procedurave administrative, por edhe ligjet e posaçme të zbatueshme në varësi të problematikës tuaj, kanë afate të përcaktuara për kozgjatjen e procedurës administrative, pra për kozgjatjen e hetimit administrativ. Çfarë thotë kozgjatja e procedurës? Do thotë që nga momenti që juve paraqisni le të themi një kërkesë pranë institucionit, deri në momentin që institucioni duhet të marrë një vendim ndaj kësaj kërkese ju keni paraqitur, është një afat i caktuar kohor që duhet të zbatojë institucioni për të nxjerrë akt, ose në rast se është e pamundur brenda këtij afati, duhet të njoftohet shtyrja e këtij afati dhe për shtyrjen ka rregullat posaçme që parashikohen në kodin e procedurave administrative. Në rast se juve do merreni apo do duhet të merreni me të drejtën administrative, në çdo rast të paktën ligjin për gjykimet administrative edhe kodin e procedurave administrative duhet të keni të qarta dhe duhet ti studioni paraprakisht. Po marr rastin që pra subjektit ku ju punoni merret një njoftim për vlerësimin tatimor, një job nga tatimet. Dhe juve normalisht mund të drejtoheni direkt tek ligji i tatimeve apo ligji i posaçëm në rast kemi të bëjmë me TVSH-n apo lloj të ndryshme të tatimeve dhe shkeljen që ju keni bërë. Në çdo rast, ligjet që dalin, ligjet e institucioneve të posaçme ose ligjet e posaçme detyrimisht që janë të bazuara në kodin e procedurës administrative. Megjithatë, gjithmonë duhet të referohemi fillimisht kodit procedurave administrative, ligjit për gjykimet administrative për të marrë le të themi pjesën e përgjithshme dhe standardet parimet dhe pastaj dhe legjislacionit posaçëm ata aplikueshëm në rastin konkret. Cilat janë efektet e ankimit administrativ? Pra çfarë ndodh në momentin që ju ndaj jush është marrë një vendim administrativ, është marrë një job, le të themi, një masë administrative, ju keni paraqitur ankimin, çfarë ndodh në momentin që ju paraqisni ankimin? Si rregull ankimi administrativ i paraqitur në përputhje me parashikimet, kur flasim për përputhje me parashikimet do thotë që përmban ato elementet kryesorë që neve folëm, është paraqitur brenda afatit përcaktuar ligjor, pezullon ekzekutimin e aktit deri në njoftimin e vendimit të ankimit. Pra që do të thotë pezullon ato efekte që do të kishte akti administrativ që është marrë ndaj jush. Megjithatë, ka shumë raste përjashtimore për këtë, sepse këto kanë qenë edhe çështje të ndryshme që kanë vajtur deri në gjykatën kushtetuese dhe që janë shqyrtuar në lidhje me pezullimin le të themi të efekteve të aktit administrativ, pagesën e gjobave paraprakisht para se të kalohet në kërkesëpadi, para se të depozohen kërkesëpadi. Dhe në çdo rast vlerësimi përgjithsisht ka qenë fakti që për disa institucione të posaçme apo për disa le të themi pjesë të posaçme të aparatit shtetëror dhe funksioneve të tij, është e nevojshme që këto detyrime të mblidhen paraprakisht. Të tilla për shembull kemi dhe kur nuk zbatohet pezullimi, do thotë që pavarësisht se juve bëni ankim, ju do duhet t'i paguani le të themi këto detyrime që janë marrë, këto gjoba ndaj jush. Është akti administrativ që synon mbledhjen e taksave, tatimeve dhe të ardhurave të tjera buxhetore. Por akti administrativ ka të bëjë me masa policore. Kur organi administrativ i cili shqyrton ankimin vlerëson se zbatimi me njëhershëm është interes të rendit publik, shëndetit publik dhe interesave të tjera. Pra këto janë ato rastet, megjithatë, ashtu siç ju kam thënë, edhe për ato që na kanë ndjekur në kursin e kaluar, por edhe në seancën e kaluar, që gjithmonë ligji i posaçëm duhet parë mirë në lidhje me parashikimet në këto raste. Këto janë parashikime standarde të përgjithshme dhe ligjet e posaçme mund të përmbajnë edhe elementë të tjerë le të themi më të posaçëm. Këto tash, në këto raste vlerësohet gjithmonë interesi publik është më i lartë le të themi, sepse në rast se nuk do mblidheshin taksa dhe tatimet dhe një proces gjyqësor mund të zgjasë me vite, i bie që të gjitha institucionet tatimore të mos grumbullonin të ardhurat e nevojshme për funksionimin e tyre dhe të mos kryej le të themi funksioni i aparateve shtetërore
si çdo duaj dhe për të mbajtur një qëndrueshmëri dhe mirë funksionim të gjithë aparatit shtetëror në tërësi. Gjithsesi thash, do ta shikoni dhe në ligjet e posaçme, sepse mund të parashikohet që ankimi paraqitur le të themi e pezullon efektet e akteve administrative apo nuk i pezullon, do të shikoni rast pas rasti. Kemi dhe kërkesëpadinë administrative. Mund të them që tek pjesa e kërkesëpadisë të futemi në pjesën tjetër, domethënë në orën tjetër. Dhe thjesht doja t'ju tregoja diçka tek ligji. Fillimisht para se të futemi tek pjesa e kërkesëpadisë. Okay. Vetëm një sekond. Se kam highlight. Po. Shikonim rastet e cilat janë kërkesëpadisë, sepse unë kam përfshirë në material, cilat janë mosmarrveshjet le të themi që paraqiten në gjykatën administrative. Okay. Gjykata administrative është kompetente nga ana lëndore, gjithmonë flasim, sepse do ta shikojmë edhe nga ana territoriale, në cilën gjykatë nga ana territoriale mund paraqitet padia administrative. Po shikojmë paraprakisht para se të futemi te padia, që ti kuptoni edhe rrjedhshmërinë e elementeve që unë kam parashikuar në prezantim. Atë gjykata administrative mund të shqyrtojnë, apo më saktë, parë nga këndvështrimi jonë si avokat, neve duhet të drejtohemi gjykatës administrative në rast se kemi këto raste. Ku kemi të bëjmë me mosmarrveshje që lindin nga aktet administrative individuale, aktet ligjore normative dhe kontratat administrative publike të nxirra gjatë ushtrimit të veprimtarisë administrative nga organi. Kontratat administrative publike janë kontratat ku të paktën njëra nga palët është organ publik. Pra, pala tjetër mund të jetë një privat, kurse njëra nga palët është organ publik. Mosmarrveshje që lindin për shkak të ndërhyrjes së palishme ose të mosveprimit të organit publik. Thamë rastet e mosveprimit që konsiderohen. Mosmarrveshjet e kompetencave ndërmjet organeve të ndryshme, kjo nuk është se këto janë vetë organet që i drejtohen. Mosmarrveshjet e kompetencave ndërmjet organeve të ndryshme administrative në rastet e parashikuara nga kodi i procedurave administrative. Mosmarrveshjet në fushën e marrëdhënieve të punës, kjo është shumë e rëndësishme meqense ka lidhje edhe me kazusin e parë që neve pam. Mosmarrveshjet në fushën e marrëdhënieve të punës të nënpunësve civil, të nënpunësve civil gjyqësor, nënpunësve civil të prokurorisë dhe të nënpunësve shtetëror, që sipas ligjit organik kanë rregullim të posaçëm. Përjashtohen nga ky rregull të gjithë punonjësit në administratën publike, në gjykatë apo në prokurori, marrëdhënia e punës së të cilat bazohet në kodin e punës, ishte edhe rasti që neve trajtuam. Çfarë gjykohet ose çfarë paraqitet tjetër në gjykatën administrative, janë kërkesat e paraqitura nga organet administrative për shqyrtimin e kundravajtjeve administrative, për të cilat ligji parashikon heqjen e lirisë deri në 30 ditë, si një lloj të dënimit administrativ për kundravajtësin, dhe kërkesat e paraqitura nga kundravajtësit për zëvendësimin e dënimit administrativ me heqje lirie deri në 30 ditë me dënim me gjollë. Këto janë raste të veçanta kur për shkak të masave administrative mund kërkohet edhe heqja e lirisë deri në 30 ditë dhe mund paraqitet qoftë nga ana e organit, le të themi, i cili kërkon heqjen e lirisë deri në 30 ditë, dhe nga ana e palës që kërkon zëvendësimin e kësaj heqje lirie me dënim me gjollë. Mund të them të bëjmë një 5 minutë të shkurtër dhe pastaj të futemi tek kërkesëpadia dhe tek analizimi i drafteve që unë kam sjellë edhe të bëjmë pak një kështu quiz interaktiv i cili është publikuar tek Shkolla e Magjistraturës, që do doja merrni pjesë pak edhe ju të online-it, sepse dalin përgjigje direkte dhe do t'i lexojmë ato kazuse le të themi dhe do t'i zgjidhim përgjigjet dhe do na dalin përgjigje direkte për të kuptuar. Bëjmë një 5 minutë të shkurtër edhe rikthehemi. Që thonë juve për të
mos dëgjojmë, Selena. Ty, Denardi. Bëni mësime me këto, edhe se si ka qenë ajo pyetje, se s'kam për të harruar. Nuk ka qenë dita parë. Po, se qa tha ky një gjë, e tha, unë po përgjigja dhe tha, e dita që ato lloj përgjigje do japësh. Po e di ti. Si mund parë gjykosh ti tash a priori që ato lloj përgjigje do japësh? Po jo se kështu dhe ju ktheva shumë keq sepse në 3 orë thjesht isha e vetmja që përgjigjesha në klasë dhe ti minimalisht vlerëso faktin që dikush po të përgjigje, sepse rrinin të gjithë e ke parasysh si rrin. Vlerëso dikush që po të përgjigje dhe nuk mund të tregosh arrogant ndaj dikujt që po të mbaj në orën e mësimit. Se në fund ditës ashtu i bie, se po mos përgjigjet asnjëri, rrim pastaj. O shumë më tha një gocë që kishte thënë për to provime që kanë dalë shumë skandal. Qa tha? Që kanë dalë shumë skandal. Mos thuaj që ishte ai me diskriminimi me ato certifikatën. Ai është Kërkesa di administrative më lejon të them paraprakisht që përgjithsisht çfarë nuk rregullohet nga linji për gjykatën administrative i referohen gjithmonë kodit procedurave, kodit procedurës civile. Kjo është parashikuar dhe në ligj. Çfarë lloj gjëje që çfarë lloj pjesë le të themi e procesit gjyqësor dhe procedurës gjyqësore që nuk rregullohet shprehimisht apo nuk rregullohet ndryshe nga ligji për gjykata administrative, do t'i referohemi kodit procedurave administrative. Ashtu është edhe pjesa e kërkesëpadisë, ku forma dhe elementet që duhet përmbaj janë po të njëjtët ato që janë në kodin e procedurës civile, pra linet 154 dhe 156, që parashikojnë kërkesëpadisë dhe aktet që i bashkëlidhen asaj. Në referim të këtyre elementeve thjesht për rikujtesë, po ju them që pjesa hyrëse, pra kërkesëpadia duhet përmbajë pjesën hyrëse, në cilën gjen pasqyrim identiteti i subjekteve që përfshihen në proces, sipas pozicionit procedural, pra paditje i paditurit. Objektin e padisë që përbëhet nga një ose disa kërkime të lidhura ndërmjet tyre, bazën ligjore, tërësia e dispozitave të zbatueshme për zgjidhjen konkrete të çështjes dhe gjykata para cilës paraqitet kërkesëpadia. Të dhëna mbi subjektet procedurale janë të mjaftueshme për identifikimin e tyre dhe para sa ligji kërkon. Pa që në nevojshme të themi që të vendosen dhe element shteti, sepse shpesh kam parë edhe le të themi arsimin, profesionin konkret, po nuk janë elemente domosdoshëm. I kemi thënë edhe në rastin e kërkesëpadisë, kush konsideron elemente domosdoshëm identifikimi të palëve. Në rast se kemi të bëjmë me persona juridik, kemi NIPT-in, Selia, përfaqësuesi ligjor, data e themelimit. Në rast se kemi të bëjmë me persona fizik, kemi emër, atësi mbi emër, vendlindja, vendbanimi, kemi datën e lindjes, numrin personal të letër njoftimit dhe gjitha këto që janë elemente domosdoshëm. Kjo për faktin sepse të dhëna në kërkesëpadisë shërben identifikimit të subjektit që ngre mosmarrveshjen dhe identifikimit të adresës së banimit apo vendqëndrimit. E thamë dhe seancën e kaluar që adresat duhet të jenë të sakta sepse gjithmonë për efekt afateve të njoftimeve, për lajmërimin e njoftimeve nga ana e gjykatës. Tani kemi pjesën shpjeguese, kemi pjesën fillestare të kërkesëpadisë, pastaj kemi pjesën shpjeguese ku shpjegohen faktet dhe rrethanat që lidhen me mosmarrveshjen në kronologji kohore të ndodhjes së tyre. Pra, mënyra do ta shikojmë edhe kur të analizojmë draftin konkret. Pra, si paraqiten të dhënat, ka ardhur pranë subjektit të paraqitur inspektori X me autorizimin për të kryer inspektimin. Pas inspektimit është janë marrë këto element në konsiderat dhe janë konstatuar këto shkelje. Në të gjithë elementet që kanë çuar deri në marrjen e aktit administrativ dhe pastaj mënyra si ju keni vijuar me ankimin administrativ në rast se kjo është aplikueshme. Referimet e provat që shoqërojnë kërkesëpadinë në çdo rast ato që konsiderohen kryesore për zgjidhjen e mosmarrveshjes dhe gërshëtimin e pretendimeve të subjektit me parashikimin ligjor ku ato gjejnë pjesë. Pra tek pjesa
temi kryesori është shpjegimi i rrethanave të çështjes dhe argumentimet ligjore që ju do të bëni, pra se si përputhen çështja konkrete e juaj dhe si gjen kjo aplikim në legjislacionin që juve konsideroni se aplikueshëm dhe mbi të cilin ju do ndërtoni mbrojtjen tuaj, le të themi. Dhe pjesa përmbyllëse në cilën pala duhet të artikulojë në sinkron në objektin e padisë natyrën e kërkimeve të pretenduara nga gjykata, nënshkrimi i palës dhe data e hartimit kërkesë padisë. Në shkrimi kemi thënë gjithmonë në rast se kemi përfaqësues një avokat do duhet citohet kjo pjesë. Kërkesë padia mund të hartohet nga përfaqësuesi ligjor, pra avokati apo në rast kur kemi të bëjmë me persona juridike, ato mund të autorizojnë edhe një punonjës që të përfaqësojë në gjykatë. Kur kemi të bëjmë me rastet e kujdestarisë apo fëmijëve të mitur që është prindri, këtë kemi diskutuar, në mos gabohem edhe në kursin e kaluar, pra këtë pjesën e zotësisë juridike për të vepruar. Pra janë këto subjekte pastaj që nënshkruajnë aktin kërkesë padin mbi legjitimitetin që ju ka dhënë ligji apo akti i përfaqësimit. Kështu që edhe në 156 kodit procedurës kërkojnë që bashkë me kërkesë padin paraqiten dhe prokura në rast se ekziston një tillë. Të metat e kërkesë padisë që vën në dyshim legjitimitetin e padisë, pra mungesa e nënshkrimit nga një person tjetër i pa autorizuar apo mungesa e konfirmimit të përfaqësuesit ku padisi nuk ka zotësi të plotë juridike për të vepruar, shkaktojnë pavlefshmërinë të saj dhe të gjykimit dhe nëse ato nuk janë vlerësuar dhe riparuar gjatë tij, domethënë ka të konstatohet një gjë e tillë nga gjykata, përgjithsisht ajo i kthen kërkesë padin dhe aktet me të meta. Tani kemi disa elementë thamë që përgjithsisht elementët e kërkesë padisë administrative janë të njëjtë me ato të kërkesë padisë parashikuar në kodin e procedurave. Por kemi disa elementë të posaçëm që po shikoni në ligjin konkret, në nenin konkret, falni vetëm një sekond, për referencë që të dini dhe si të orientohen në ligje, që në fakt është shumë e rëndësishme dhe unë do mundohem që në seancën e fundit të bëjmë pak edhe këtë pjesën se si duhet të orientohemi, sidomos tek pjesa administrative, se si duhet të orientohemi në ligjet konkrete. Kur kemi të bëjmë për shembull na vjen një job pra subjektit tonë dhe si neve të identifikojmë se cili do të jetë organi pror, çfarë ligji është i zbatueshëm në këtë rast. Përgjithsisht akte administrative kur dalin e kanë detyrim, siç folëm pak më sipër, e kanë detyrim që të citojnë bazën ligjore në të cilën janë bazuar. Dhe përgjithsisht ajo do të jetë dhe baza ligjore ku ju do të referoheni për të bërë le të themi kundër argumentat tuaja. Vetëm një sekond ta gjej, ose ja, të vjojmë me këto dhe do ta gjej pastaj pjesën që parashikon disa elementë të posaçëm që i ka kërkesë padia administrative dhe kryesisht lidhen me të treguarit sakt të adresës së padisit të përfaqësuesit në të cilën duhet dërgohen njoftimet nga gjykata. Kodi ligji për gjykatat administrative ka në mënyrë specifike të përcaktuar këtë pjesën. Pra, në fillim të dispozitës konkrete parashikon që janë të gjithë elementet që përmban kodi procedurës civile dhe janë këto elementë që janë posaçëm. Dhe këto janë rregullime përforcuese dhe që japin një paracie më tepër pjesës së adresës saktë dhe lidhet me garancitë për ecurinë e gjykimit administrativ pa vonesa, nga mos realizimi i njoftimeve, pasi gjykimet administrative bazohen në parimin e procesit rregullt brenda fateve të shpejta dhe të arsyeshme. Dhe mënyrat alternative të njoftimit, domethënë përcaktimi i saktë i adresës së vetë palës përfaqësuese në këtë rast do kemi avokat dhe mënyrat alternative të njoftimit që mund të jetë njoftimi përmes emailit, njoftimi përmes numrit telefonit. Këto janë specifike tek pjesa administrative sepse për nga vetë rëndësia që kanë proceset administrative në tërësi, synohet që të ketë një eficiencë të lartë dhe që proceset të mbarojnë brenda një afati sa më të shkurtër, pa pasur këto vonesa të njoftimeve që her pas here janë dhe të pashmangshme sepse janë dhe të qëllimshme nga ana e palëve të cilat nuk duan të marrin njoftimet. Kemi akte që i bashklidhen kërkesë padisë. Pra provat, le të themi, përgjithsisht to konsiderohen prova. Në rastin e gjykimeve administrative, një element shumë i rëndësishëm është fakti që pala përveç aktit administrativ, pra padisi përveç aktit administrativ nuk ka detyrim të bashkëlidh padis akte provuese, por nëse i paraqet duhet të paraqesin edhe kopje sa janë dhe palët. Tani, kjo nuk është absolute dhe unë kam shqyrë disa shembuj më poshtë, sepse cilat janë rastet kur pala, le të themi, nuk ka detyrim që të paraqesi prova shtesë dhe për cilat fakte ajo nuk ka detyrim të paraqesi prova shtesë.
Kur flasim për prova shtesë, ndryshe nga një gjykim civil, për shembull, pala duhet paraqisë çfarë lloj prove që ajo ka në dispozicion. Në rast se pala pretendon që nuk është zbatuar procedura, pala atëherë mund të paraqesë aktin administrativ, por është organi publik ai që ka detyrimin të provojë që procedura është zbatuar. Pra barra e provës në këtë rast është organi publik. Duke qenë se objekti i gjykimit është paligjshmëria e pretenduar organit publik në kuadër të ushtrimit të veprimtarisë së tij, barra e provës në ligj dhe në fakte për veprimet e kryera takon këtij të fundit. Për shkak se barra e provës në këtë rast është tek organi publik, paditësi ka të drejtë të investojë gjykatën duke paraqitur vetëm aktin administrativ që kundërshton. Por mos paraqitja e këtij të fundit dhe lë padinë me të meta. Pra, është e detyruar që të paraqisë aktin administrativ. Unë kam thirrur dhe dy shembuj për shembull. Në rastin kur paditësi është liruar nga detyra në një sektor të shërbimit publik, i takon punëdhënësit paraqesë prova që justifikojnë ligjërisht veprimin e lirimit nga detyra, pra të provuarit të thirrjes së paligjshme ose të marsit në mënyrë dhe çfarë ka qenë ajo që e ka çuar deri në largimin nga puna. Falni vetëm se më duket kemi një pyetje apo diçka? Okej, nuk ka gjë. Se nuk dua t'i lëva përgjigjem, se unë shikoj pastaj në fund edhe nuk dua që të keni paqartësi. Por thot, nëse paditësi pretendon se marrëdhënia e punës ka zgjatur mbi 8 vjet, ai është detyruar që të paraqesë prova për ta vërtetuar këtë gjë. Domethënë, po flasim në rastin e kërkesë paditësi. Juve pretendoni se jeni liruar pa të drejtë nga puna dhe keni qenë punonjës pranë shërbimit civil, domethënë keni qenë punonjës që gëzoni statusin e nënpusit civil. Provat në lidhje me për të provuar fakte që kanë të bëjnë me zgjidhjen e padrejtë marrëdhënies punës, duhet të jetë organi publik ai që vërteton që nuk ka qenë e padrejtë zgjidhja dhe që është zbatuar procedura dhe afatet e njoftimit. Por ama nëse ju paraqes një element të tillë që lidhen me kozgjatjen e marrëdhënies punës, pra elemente të cilat dhe ju mund t'i provoni para gjykatës, duhet jeni ju ato që do të paraqesni librezën e punës, librezën e sigurimit shëndetësor dhe gjithë ato. Gjithashtu, në 35 i ligjit për gjykatat administrative parashikon se barra e provës bie mbi organin publik, kur veprimi administrativ është nxjerrë jo me kërkesë të paditësit. Në të kundërt, ky fundit ka detyrim të provojë fakte apo pretendimin e tij. Shembull, nëse ndaj paditësit është ushtruar kontroll mbi cilësinë e karburantit të tregtuar nga ishti dhe ka një vendim dënimi me gjob, barra e provës takon organin publik. Por nëse paditësi ka kërkuar shtyrjen e afatit për shembull për një leje ndërtimi dhe kjo është refuzuar, barra e provës paligjshmëri takon paditësin në fakt. Në rast pas rasti, gjithmonë mbi logjikën që le të themi juve do paraqesni aktin administrativ ndaj të cilit ankoheni, por elementë caktuar, të cilat duhet i provojë organi. Pra organi duhet provojë që ai e ka zbatuar procedurën. Këto janë i përkasin detyrimit të organit për t'i provuar këto para gjykatës dhe për të paraqitur prova për të vërtetuar që po procedura është ndjekur sipas standardeve dhe afateve ligjore. Uroj të jemi qartë kjo pjesa. Shikojeni me vëmendje këto shembuj edhe bëni dhe referimin e tyre tek legjislacioni konkret. Pra për shembull në këtë rast ishim Po, në këtë rast shumë kisha ishtin. Mund t'i hidhni një sy legjislacion për ishtin se si e parashikon këtë pjesë. Afati paraqitjes së paditësit. Tani e drejta kushtimit në paditësi në gjykimet administrative kurzohet nga afati ashtu siç kemi edhe në rastet e gjykimeve civile, afatet e parashikimit pra brenda cilit afat neve mund të paraqesim një kërkesë paditësie që lidhet me dëmin jashtëkontraktor. Kjo është natyrë tjetër sepse këtu kemi të bëjmë me akte administrative dhe dihet që ekziston një afat konkret i daljes së aktit administrativ dhe brenda një afati prej 45 ditësh pala duhet paraqesë kërkesë padinë në gjykatë. Në rast tani kemi të bëjmë gjithmonë sepse mund të kemi ankim që bëhet drejt për drejt në gjykatë, mund të kemi edhe ankim që bëhet nga ankim që ka kaluar fazën e ankimit administrativ, pra shërtuar dhe nga organi e pror dhe në këtë moment unë kam listuar në fakt sepse ka momente të ndryshme nga cilat fillon ky ankim administrativ, pra kemi fillim që nga dalja e aktit administrativ ku nuk kemi një organ e pror, kemi raste kur afati fillon që nga marrja e vendimit të organit e pror, do të shikojmë të gjitha me radhë sepse janë disa raste. Tham që afati për paraqitjen e kërkesë paditësisë në gjykatë, rregullimi i përgjithshëm thotë që është brenda 45 ditëve. Fillimi i afatit varet nga rregullimi sipas ligjit të posaçëm, i shterimit të ankimit administrativ apo dhe nga sjellja e organit administrativ të paditur.
disa prej situatave do të shikojmë se këto janë të listuara dhe më gjerë në ligjin konkret për gjykata administrative. Për shembull, afati i paraqitjes së padisë fillon nga data e njoftimit, sipas mënyrës së përcaktuar në ligj, të aktit administrativ të organit e proç që ka shqyrtuar hakimin administrativ. Për ilustrim, afati i padisë kundër vendimit të dënimeve administrative të degëve rajonale të ISHMP-ve fillon nga data e njoftimit të vendimit të Komisionit të Hakimit pranë ISHMP-ve në Ministrinë e Mjedisë. Pra është ajo që thamë që data në rast se kur ju keni paraqitur dhe ankin tanë organit administrativ, ky afat 45 ditor fillon që nga data që ka marrë vendim organi e pror. Në momenti që është nxjerrë akti administrativ, ju e keni ankimuar pranë organit e pror, është marrë vendimi i organit e pror, në ky moment që është marrë vendimi i organit e pror, atëherë fillon ky afat 45 ditor. Afati i paraqitjes një rast tjetër është fillon nga data e njoftimit sipas mënyrës së përcaktuar në ligj për akte administrative që ankimohen drejt për drejt në gjykatë. Dhe këtu kemi një, kam përshtypjen kam vënë një shembull konkret për ta kuptuar. Po për ilustrim, padia kundër vendimit të prishjes së objektit ndërtimor nga IMT-ja, njësia vendore e Bashkisë Tiranë fillon nga data e njoftimit të këtij vendimi. Pra nuk kemi vetëm organe pror. Kemi dhe raste të posaçme, që unë kam përshtypjen po i kam vënë, dhe raste të posaçme ku ky afat është goxha më i shkurtër, sepse dhe lloji i aktit administrativ i dalë ka një lloj natyre të tillë që vonesat mund të shkaktonin cënimin e të drejtës dhe mos realizimin e saj. Në rast tjetër kemi kur afati i padisë fillon nga data e njoftimit, që është data e marrjes dieni për ndërhyrjen e palishme të organit publik për të drejtë të interesat ligjore të subjektit, me një lloj veprimi që nuk përmbush kushtet për të qenë akt administrativ. Për ilustrim, për shembull, padia për shpërblimin e dëmit jashtëkontraktor nga shpronësimi, në fakt fillon nga koha e identifikimit të veprimit të palishëm të organit publik që kryen veprimin. Theksojmë se afati 45 ditor zbatohet kur ligji i posaçëm nuk parashikon ndonjë afat tjetër. Pra gjithmonë ky është afati i përgjithshëm, por siç e tham, e kemi thënë disa herë gjatë këtij prezantimi, sepse e tillë është natyra administrative që ka të bëjë me shumë legjislacione të posaçme. Ky është afati i përgjithshëm në rast se nuk parashikohet një afat tjetër më i shkurtër në legjislacionin e posaçëm. Afati për paraqitjen e padisë në gjykatë të autoritetit rajonal tetimor ndaj drejtorisë së apelimit është brenda 30 ditëve nga marrja dieni për vendimin e kësaj drejtorie. Po ashtu afati për paraqitjen e padisë në gjykatë kundër vendimit të IKMT-s është brenda 10 ditëve nga marrja dieni për të. A duhet të shikoni rast pas rasti se çfarë parashikon legjislacioni i posaçëm, sepse ju mund ta keni 45 ditë, por ligji i posaçëm mund parashikon një afat më të shkurtër dhe të humbasje drejta pasaj që të drejtoni gjykatë. Falni, po kemi të bëjmë me akte administrative apo akte normative kryesisht, kemi të bëjmë nga momenti, jo, më saktë vetëm për akte administrative nga momenti i botimit të aktit kur është e detyrueshme që akti të votohet, nga data e mbarimit të afatit ligjor të nxjerrjes së aktit administrativ në raste të mosveprimit të tij, dhe kemi për shqyrtimin e mosveprimeve të organit, kemi dhe rastin kur kemi mosveprim nga ana e organit më të lartë. Pra, të gjitha këto rastet i keni edhe te ligji, ka, në mos gabojmë, ligji ka dhe më të zgjeruara, pra i parashikon rast pas rasti. Okej, ja ku e keni. Në 18 ligji për gjykata administrative. Se shikoni, janë 6-7 raste, që përcaktojnë cili do të jetë momenti ku për ju fillon afati për paraqitjen e kërkesës padisë në gjykatë. Thamë që paraqitja e padisë brenda afatit është kusht formal dhe pasjell që gjykata mos e pranoj padinë dhe merr një vendim jo përfundimtar, sepse kemi parasysh besoj ku ndryshojnë vendimet përfundimtare dhe veprimet e ndërmjetme. Në rastin kur gjykata nuk e pranon padinë që në fillim sepse është paraqitur për te afatit, është një vendim përfundimtar sepse ajo nuk e futet fare të shikojnë në themel apo të gjykojnë në themel gjithë pretendimet që ju keni ngritur. Edhe normalisht mos paraqitja brenda afatit ju kushtozon aksesin tuaj në gjykatë. Prandaj është shumë e rëndësishme që të shikoni gjithmonë dhe të referoheni gjithmonë tek legjislacioni i posaçëm në lidhje me afatin e paraqitjes së kërkesës padisë. Tani, unë kam sjell 2 drafte. Kam përshtypjen keni ndonjë pyetje nga sa pam deri tani unë jam munduar mos i futem shumë në detaj pjesës së prezantimit, le të themi, sepse e di që një pjesë e madhe prej jush i kanë të freskëta sepse sapo kanë mbaruar shkollën, një pjesë tjetër pastaj mund të kenë vite
që nuk i kanë prekur pjesën administrative dhe kanë të nevojshme një ripërsëritje, thjesht tani të shikojmë pak konkretisht aktet. Tani, ankimi administrativ. Po të shikoni ankimi administrativ përgjithsisht si të shparaqitet në praktika, le të themi të njëjtën pamje me kërkesëpadinë. Pse? Sepse përgjithsisht kërkesat ligjore janë të ngjashme mbi elementet që ju duhet të parashikoni në momentin që bëni ankim, por edhe sepse kjo është një lloj forme që sepse kjo ana e ndërtimit, le të themi, nuk është se e ka si aneks ligji konkret që duhet jetë kështu, siç ligjet posaçme në anekset e tyre kanë mënyrën formale si duhet jenë disa akte. Por kjo është në mënyrë që le të themi është eficiente për të arritur atë qëllimin dhe për t'ia bërë të qartë gjykatës apo organit e pronës që ju ankuani, të gjitha kërkimet tuaja dhe është eficiente për që ato ta shqyrtojnë duke i marrë parasysh këto element që ju parashikoni këtu. Nuk po ndalen te pjesa e fillimit, kemi normalisht në këtë rast ku kemi ankim administrativ, kemi ankues, nuk kemi paditës, që është shoqëria apo mund t'jeni dhe ju si individ në rast se është marrë një masë administrative ndaj jush. Objekti do të jetë shfuqizimi i vendimit përfundimtar, nga mlon vendimin përfundimtar të inspektimit të Institutit të Sigurimeve Shoqërore Inspektoratit të Punës, është marrë një vendim nga Inspektorati i Punës për shkeljen e detyrimeve le të themi që ka punëdhënësi në lidhje me punëmarrësit apo edhe në lidhje me masat e sigurisë, për shembull, një nga aspektet që mund të jetë janë masat e sigurisë që duhet të ketë punëdhënësi në ambientet në rast se kemi të bëjmë me magazina apo edhe ndërmarrje ku ka një farë rrezikshmërie pune. Se shikoni, kemi fillimisht ankuesin, objektin, bazën ligjore dhe pastaj kemi drejtuar. Normalisht drejtuar do të jetë gjithmonë komisioni i ankimit apo organi e prorë në varësi të llojit të emërtimit që ai ka. Në rastin konkret, në rastin e Inspektoratit të Punës, organi e prorë është komisioni i ankimit në nivel qendror, pra Inspektoratit Qendror të Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore. Kemi baza ligjore që është pjesë shumë e rëndësishme gjithmonë kur flasim profesionin e juristit apo avokatit. Kemi anëzën konkrete të kodit procedurave administrative, kemi ligjin për kontravendet administrative, kemi ligjin për inspektimin e punës dhe Inspektoratit Shtetëror të Punës, kemi ligjin për shëndetin dhe sigurinë në punë. Siç e shikoni pra, në rastin e ankimeve administrative apo kërkesëpadive administrative, baza ligjore është goxha e pasur sepse kemi shumë legjislacione të posaçme. Doja drejtoni, siç thash, organit e prorë në i cili është kompetent dhe gëzon drejtën për të shqyrtuar ankimet tuaja dhe kemi pjesën e parë që janë rrethanat e çështjes, ku do të bëhet përshkrimi i përgjithshëm i objektit veprimtarisë së shoqërisë apo edhe jush, do të shpjegoni cila ka qenë vendimarrja përfundimtare e inspektimit në rast se kemi të bëjmë një inspektim pra në datën kaq janë paraqitur inspektorët, të cilët kanë pasur autorizimin për inspektim me numër kaq protokolli, datë kaq, nëpërmjet të cilit ata autorizoheshin që të bëjnë inspektimin në 1, 2, 3 fusha. Pas përfundimit të inspektimit, nga ana e tyre janë konstatuar 1, 2, 3 shkelje. Ka raste të caktuara që nga inspektimet, inspektorët mund t'ju lënë një afat që ju të dorëzoni disa dokumenta apo që të bëni disa rregullime le të themi, që mos kalojnë direkte në masë administrative. Pra të gjitha këto elemente juve do t'i shpjegoni shumë qartësisht në kërkesëpadi, sepse e kam thënë edhe më parë dhe në kursin e kaluar në mos gabohen, që pjesa e rrethanave të çështjes duhet të jetë shumë e qartë sepse gjykata nga aty do marrë spunto për të kuptuar se çfarë ka ndodhur realisht, sepse mbase edhe pjesa e analizës ligjore nuk është aq e plot apo aq le të themi e goditur sa gjykata të kuptojë konkretisht se cili është problematika. Pra ju si subjekt, jeni apo nuk jeni jurist, pjesa kryesore që ju do shpjegoni situatën janë rrethanat e çështjes dhe duhet të jenë shumë të qarta. Nuk duhet të jetë diçka e mbingarkuar dhe stërholluar në detaj. Thjesht duhet të jenë ato 3-4 elementë që gjykata të kuptojë çfarë ka ndodhur, kur ka ndodhur, si ka ndodhur. Duhet qartësohen gjithashtu edhe shkaqet për të cilat ju nuk jeni dakord me masën e marrë nga shoqëria, ndaj shoqërisë, më falni. Kemi pjesën e argumentimit ligjor. Tani, fillimisht do qartësoni aspektet formale të ankimit, pra do të thoni që
organi kompetent për shqyrtimin e këtij ankimi. Domethënë ju janë drejtuar juve meqense sipas nenit kaq ligjit kaq juve jeni organi kompetent për shqyrtimin e ankimeve, është paraqitur brenda fatit kreditor që parashikon ligji. Unë jam subjekti që legjitimon sepse ndaj meje është marrë gjoba, domethënë gjitha këto elementet formale. Në lidhje me shkaqjet e ankimit administrativ, do të analizojnë shkaqet për të cilat ju keni paraqitur ankim, pra çfarë janë ato pretendimet që juve ju bëjnë të besoni që akti administrativ është absolutisht i pavlefshëm. Në lidhje me evidentimin e bazës ligjore, këtu duhet të jetë gjitha këto elementë duhet të jenë të ndërthurur me bazën ligjore. Përgjithsisht, mënyra se si unë, për shembull personalisht, bëj të ndërthurjen e bazës ligjore me rrethanat e faktit është që referohet për shembull në një pesë i kodit procedurave parashikon këtë element që le të themi që masa administrative mund të merret në këtë rast. Ndërkohë në rastin konkret tem nuk janë të plotësuara shkaqet që të merret masa administrative sepse mungon 1, 2, 3. Domethënë ky gërshetimi duhet të jetë shumë mirë i bërë që edhe gjykata të le të themi të bindet në thonjza gjithmonë sepse gjykata është pavarur në gjykimin e saj, por që të krijojë një bindje që ajo çka ju po kërkoni ka një bazueshmëri në ligj që nga leximi i kërkesëpadisë sepse pastaj normalisht gjatë procesit gjyqësor nga analizimi i provave të gjitha është shumë i gjatë edhe del më qartë e drejta. Keni dhe pjesën e fundit, domethënë këtë seksion ku ju do bëni një përmbledhje të përgjithshme siç e keni edhe te prezantimi si duhet jetë, një përmbledhje të përgjithshme pak a shumë bazuar edhe në objektin që keni më lart, që bazuar në rrethanat e çështjes konkrete, bazuar në ligjin këtë, në ligjin atë, konsiderojmë se veprimi apo akti administrativ i lëshuar nga organi administrativ nuk i plotëson kërkesat ligjore apo është absolutisht i pavlefshëm apo është marrë në kundërshtim me parimin e proporcionalitetit dhe gjitha këto me radhë dhe kërkoni edhe një herë këtu kërkimin e padisë dhe bashkëlidhur do gjeni prova, do listoni edhe provat që ju paraqesni organit e pror, pra ekstraktin, proces verbal i inspektimit, vendimin përfundimtar të inspektimit dhe të gjitha këto prova që juve gjykoni që duhet t'ja kaloni organit e pror në mënyrë që ai të gjykojë çështjen edhe një herë, sepse organi e pror futet edhe një herë gjithë procedurës që është ndjekur dhe duhet të paraqitura nga ana juaj për të kuptuar në rast se organi publik ka marrë një vendimarrje të drejtë apo jo. Ishte në WhatsApp apo jo? Ok, sorry. Ok, besoj tek pjesa e ankimit administrativ keni ndonjë paqartësi? Përgjithsisht jam munduar që të gjitha fushat t'ju jap një përshkrim pak a shumë çfarë duhet përfshini në mënyrë që të orientoheni kur të krijoni dhe ju ankimin tuaj administrativ. Thjesht ju thash shumë e rëndësishme është pjesa e bazës ligjore tek ankimi administrativ, nuk lodhem duke thënë sepse e tillë është. Ok. Kemi dhe kërkesëpadinë, normalisht ka formën e një kërkesëpadie të zakonshme. Siç tham, të rëndësishëm këtu, siç e pam në prezantim janë elementët e përcaktimit të saktë të adresës dhe mënyrave alternative të njoftimit. Kemi të paditur unë në të rast kam marrë një vendim të drejtorisë së apelimit hetimor. Keni parasysh që bëhet fjalë për kërkesëpadie administrative. Më falni, ju do të kërkoni shfuqizimin e aktit administrativ fillestar, por edhe shfuqizimin përfundimtar të organit e pror. Pra, ndaj të dyja këtyre vendimeve ju do drejtoheni në gjykatë. Edhe ndaj vendimit fillestar, edhe ndaj vendimit të apelimit, në rast se ju jeni kundra i vendimit dhe në rast se ai vendim për shembull ka lënë në fuqi vendimin e organit fillestar, organit administrativ. Unë kam një rast ku të paditur do të jenë drejtoria regionale hetimore për plafin Durrës dhe drejtoria e apelimit hetimor që është organ qendror me takimet hetimore. Do kërkojmë fuqizimin e aktit administrativ njoftim vlerësimit hetimor me të dhëna këto, si një akt administrativ absolutisht i pavlefshëm. Keni parasysh kur do kërkoni shfuqizimin si akt administrativ absolutisht pavlefshëm, do duhet që të analizoni shumë mirë shkaqet për cilat ju mendoni se ka ardhur për pavlefshmëri. Pra, çfarë është mosbatimi i procedurës, është mungesa e elementeve, është nxjerrë nga një organ i cili nuk ka të drejtë ta nxjerrë këtë vendim. Dhe keni parasysh tek ligji, ligji ka të listuara të gjitha, kjo është një konkret që po ju thoja, se po e gjeja, unë e kam në atë formati siç dalin tek qendra e botimeve, nuk po orientohesh dot. Ky është ligji konkret që tregon këto elementet e tjerë të posaçëm që duhet ketë le të themi kërkesëpadie administrative, por unë doja të shikoja
në një nen konkret, objekti i padisë. Këtu janë, le të themi, të gjitha kërkimet që ju mund bëni në kërkesë padie administrative. Pra çfarë kërkon fuqizimin, ndryshimin pjesërisht, konstatimin e pavlefshmërisë absolute, detyrimin e organit për të kryer një veprim apo të nxjerrë një akt, konstatimin e palishmërisë, saktësimin e të drejtave dhe detyrimeve, pra për të ndërtuar, le të themi, pjesën e objektit të kërkesë padisë, referohu në nenin 17 ligjit për gjykatën administrative, sepse ndonjëherë ne mund ta kemi shumë të qartë se çfarë duam të kërkojmë, po mbase ai formulimi ligjor e mendon dy herë si mund ta formuloj që të jetë sa më saktë. Falni, ku isha këtu, okay. Kemi vendimin fillestar, sa akti administrativ fillestar dhe pastaj shfuqizimin e vendimit përfundimtar të drejtorisë së apelimit tatimor, përmes të cilës është lënë në fuqi njoftimi i vlerësimit tatimor. Prandaj të dyja akteve. Bazën ligjore kemi ligjin për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrveshjeve administrative, kodin e procedurave tatimore, në rast se le të themi masa është marrë në lidhje me një tatim të caktuar, pra të vështirë me të ardhurat të gjitha këto, do të jetë i listuar dhe legjislacioni konkret. Gjykatat administrative të shkallës parë do ta përcaktoni. Rrethanat e çështjes dhe argumentimi ligjor janë po të njëjta, domethënë do tregoni të gjitha rrethanat, do tregoni gjithë si është marrë masa administrative, si është bërë ankimi, cili ka qenë vendimi i drejtorisë së apelimit, domethënë çdo hap në mënyrë kronologjike, çdo ngjarje që ka ndodhur, argumentimi ligjor, siç e kemi folur, dhe pjesën e konkluzioneve që është e njëjtë, nuk dua të bëhem përsëritse sepse kemi përsëritur edhe një herë objektin e padisë, cilat janë kërkimet tona. Dhe provat, normalisht, te provat ju do bashkëngjisni edhe aktin administrativ fillestar dhe njoftimin e vlerësimit, aktin përfundimtar të drejtorisë së apelimit, dhe provat të tjera që ju gjykoni të arsyeshme apo që i keni, për shembull, në rast se një inspektimi mund keni këtë autorizimin e inspektimit që ju është dhënë fillimisht nga inspektorët që kanë ardhur për ta kryer objektin tuaj, në rast se keni nga ana e inspektorëve, le të themi, kur japin një tip proces verbali që është kryer inspektimi, cilin ju e firmosni pastaj dhe ku ato mund t'ju lënë detyra që ju paraqesni një dokumentacion caktuar. Të gjitha këto akte që juve keni, le të themi, dhe që lidhen me procedurën e ndjekur deri sa është marrë një masë administrative ndaj jush. Apo në rast se juve keni bërë një kërkesë, për shembull ndaj organit administrativ, do paraqitni edhe kërkesën që juve keni paraqitur. Në rast se keni paraqitur ato me postë, do të keni mandatin e postës që i ka vajtur organit. Përgjithsisht unë nuk e di, në shumë le të themi institucione, në disa mund të shkosh në protokoll që të paktën të marrësh numrin e protokollit dhe datën që ato ta japin që kjo kërkesë e depozituar nga ju ka këtë numër të datë, po nuk e di nëse aplikohet në të gjitha. Këto ishin pjesa kryesore që unë kisha menduar për sot. Uroj që këtë pjesë ta kemi qartë, pjesën e akteve, se si draftohen, pjesën e përmbajtjes. Gjithmonë normalisht sepse 2 orë janë shumë pak që neve të bëjmë një analizë, le të futemi në detaje, gjithë procedurën dhe gjithë ato, unë thjesht dua që ju të merrni pjesën thelbësore dhe kryesore të përmbajtjes së tyre dhe procedurës së paraqitjes. Unë kam qenë tani të bëj një 2-3 kuice të vogla, janë shumë interesante, janë të shkolla e magjistraturës së fakt. Edhe unë shpesh futem sepse janë të këndshme dhe të dalin rezultatet më një herë. Tani, këto kuicet janë interesante sepse ti në vetvete kazuset kanë një element shumë të rëndësishëm që është, le të themi, të zgjidhësh një kazus, ti e kupton nëse ky kazus si nesër pas nesër do të vinte si një çështje në zyrën tënde të avokatisë, ti do kupton se si mund të ishte, le të themi, ajo rruga ligjore që do ndiqe për të paraqitur pjesë padin dhe çfarë do pretendojë në gjykat. Tani, unë do t'i lexoj dhe kush të doj, qoftë nga ne që jemi këtu fizikisht apo qoftë dhe nga ju që jeni online, mund të përgjigjet. Mos e keni fare me siklet, sepse nuk është se po bëjmë mësim, domethënë edhe do vlerësohet njëri me notë, se këto janë thjesht që neve, edhe këto janë, po do shikon të shkolla e magjistraturës quhen lojra interaktive. Thjesht edhe ju për kënaqësinë tuaj për ta parë se nëse e keni goditur apo jo, këto janë, do shikojmë edhe kam edhe për kontratën administrative, është edhe një kontratë administrative. Atëherë unë po ju a lexoj kazuset, edhe më thoni kushdo që ta zgjidhi, le të themi, se këto thjesht kanë do zgjedhësh një alternativë. Thotë Këshilli i Bashkisë Korç
ka nxjerrë një akt administrativ me objekt shfuqizimin pjesërisht të aktit administrativ vendimit, jo më falni, kjo është objekti i padisë. Shfuqizimin pjesërisht të aktit administrativ vendimit numër 9 datë 25 i pari 2017 për miratimin e planit të përgjithshëm vendor të Bashkisë Korç, të Këshillit Bashkiak Korç, për ndërtimin e miratuar tek njësia, po lexoj tani. Këshilli i Bashkisë me vendimin numër 9 datë 25 janar 2017 ka vendosur miratimin e planit të përgjithshëm të Bashkisë, planit të përgjithshëm vendor të Bashkisë Korç. Sipas këtij planit të përgjithshëm vendor tek njësia 459 është parashikuar të ketë një ndërtim 4 kate. Paditësi ka në pronësi një ndërtesë të ndërtuar në vitin 1924 në kufi me zonën le të themi ku do të bëhet ndërtimi i kësaj godine. Ku është parashikuar të jetë ku është parashikuar, domethënë të ndërtohet kjo godina. Zona ku ndodhet objekti në pronësi të palës Paditëse është zonë historike e qytetit të Korçës. Paditësi pretendon se vendimi numër 9 2017 për miratimin e planit përgjithshëm vendor të Bashkisë Korç është një akt administrativ pjesërisht i kundërligjshëm për pjesën ku është miratuar ndërtimi i një ndërtese 4 katëshe te kjo njësi konkrete 459. Për këtë pjesë, ky akt administrativ pretendon pala Paditëse vjen në kundërshtim me ligjin 9048/7/2003 për trashëgiminë kulturore dhe me VKM për shpalljen e qendrës historike të qytetit Korçës dhe miratimin e rregullores për administrimin e saj. Tani, me fjalë të shkurtra, Bashkia Korç ka miratuar planin e përgjithshëm vendor dhe ka vendosur që në një zonë të caktuar do të ndërtohet një godinë 4 katëshe. Një qytetar i cili ka le të themi në pronësi të tij një pronë pranë kësaj zone ku është parashikuar të bëhet ky ndërtimi, pretendon se ky akt administrativ është pjesërisht i palishëm sepse bie në kundërshtim e para njëherë me ligjin për trashëgiminë kulturore, meqense pretendohet se kjo është një zonë historike, dhe e dyta bie në kundërshtim me VKM, e cila ka shpallur si qendër historike të qytetit Korçës dhe është miratuar një rregullore për administrimin e saj. Tani, marrë në konsiderat që ky është një vendim i Këshillit Bashkiak të Korçës, çfarë mendoni juve që është një akt administrativ normativ apo është akt administrativ individual? Çfarë ndryshimi bën kjo? Akti administrativ individual kemi mënyra të ndryshme se si ankohemi ndaj tij, kemi afate të ndryshme për cilat ankohemi. Kur do m'japi këto gocat këtu në sallë e gjetën domethënë përgjigjen. Po, ajo online i dua unë. Edi na ndero se vetëm ti më ke ngelur. Apo na ike dhe ti. Kam përshtypjen jeni të gjithë duke ngrënë drek tani. Do na përgjigjet ndonjëri me çfarë kemi të bëjmë, akt administrativ kolektiv apo, më falni, normativ apo individual? Akt normativ. Faleminderit Elizabeta, që nuk më lë në balë. Okej, po. Atëherë jo, unë nuk po ja përgjigjen, do ta shikoj në fund çfarë do na nxjerrë. Normativ, okej. Kemi kazusin e dytë. Paditësja KJ dhe i paditur është Këshilli i Qarkut Korç, pastaj kapur në të Bashkinë Korç. Objekti është detyrimi i të paditurit për shfuqizimin e pjesëshëm të aktit administrativ numër 32 datë 2015 për struktura organizative e administratës së Këshillit të Qarkut. Kreu 4.1 sektori IMT për pozicionin inspektor të nivelit të lartë të Inspektoratit të Mbrojtjes së Tokës, rrjedhti numri i punonjësve, domethënë kjo tregon pikë fare se ku është pjesa që do që të shfuqizohet. Inspektorati i Mbrojtjes së Tokës si një akt nënligjor që bie në ndesh me ligjin dhe vendimin numër 8/10/2005 të Këshillit të Ministrave për detyrimin e respektimit të numrit të punonjësve të Inspektoratit të Mbrojtjes së Tokës. 4. Sipas përcaktimit, domethënë ka vendosur gjithë bazën ligjore dhe VKM të aplikueshme në këtë. Paditësit kanë ushtruar detyrën e inspektorit pranë Inspektoratit të Mbrojtjes së Tokës në Këshillin e Qarkut të Korçës. Me vendimin 2015 mbi miratimin e strukturës organizative dhe klasifikimit të ri të pagave të punonjësve të administratës së Këshillit të Qarkut dhe ndërmarrjeve të varësisë marrë nga Këshilli i Qarkut të Korçës, është miratuar struktura organizative dhe niveli i pagave sipas kategorizimeve bashkëlidhur këtij vendimi. Konkretisht, me anë të këtij vendimi është përcaktuar se në strukturën organizative të Inspektoratit të Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut, në vend të 4 inspektorëve që kishte organika e mëparshme, mbetet vetëm një. Një vendim i tillë është marrë pasi në zbatim të ligjit
160/2014 për buxhetin e 2015, Këshilli i Qarkut ishte në pamundësi për të mbajtur të pandryshuar strukturën e IMT-s. Paditësi ka kundërshtuar veprimin e mësipër për pjesën që i përket strukturës organizative të IMT të Qarkut Korç. Pra, vendimi është një vendim i qartë i Këshillit Qarkut Korç, në anë të cilit është vendosur që numri i inspektorëve të mbrojtjes së tokës, ndërkohë që më parë ishin 4, tani do të kalohet në 1. Pra janë hequr 3 pozicione për inspektorë të mbrojtjes së tokës. Ky është vendimi mbi miratimin e strukturës organizative dhe klasifikimit të nivelit të ri të pagave për punojësit e administratës së Këshillit të Qarkut dhe ndërmarrjeve të varësisë. Tani kemi të bëjmë në këtë rast kemi të bëjmë me një akt normativ apo akt individual. Për referencë thjesht sa për rikujtim se e mbylla këtë. Çfarë është akti individual dhe çfarë është akti normativ? E kemi te pjesa e parë e prezantimit. Tani akti individual është çdo shprehje e vullnetit të organit publik në ushtrimin e funksionit të tij publik, i cili krijon, ndryshon dhe shuan marrëdhënie juridike konkrete, i cili drejtohet një apo më shumë subjekteve të përcaktuara individualisht të së drejtës. Kurse akti normativ është shprehje e vullnetit të një organi publik në ushtrimin e funksioneve të tij publik, që rregullon një ose disa marrëdhënie juridike duke vendosur rregulla të përgjithshme të sjelljes dhe nuk është i shteruar në zbatimin e tij. Pra në rastin konkret kemi Këshillin e Qarkut Korç, i cili ka vendosur ndryshimin e nivelit të pagave për nënpunësit e administratës së Qarkut dhe ka vendosur minimizimin e numrit të inspektorëve. Pra një vendim i cili prek, le të themi, një kategori të caktuar punonjësish dhe një kategori të caktuar pozicionesh pune, është normativ apo individual? Goca tu e dha një përgjigje. Juve të online-it. Akti individual, kur merr vendim të formë super dhe në përveçim nisi përmendjen e vendimit. Pra Elizabeta, ti mendon që kemi të bëjmë me një akt individual në rastin konkret? Ju thash, është shumë e rëndësishme të bëjmë të bëjmë diferencimin ku kemi një akt individual, një akt kolektiv apo një akt normativ, sepse kjo ndikon në mënyrën se si neve do të ngrejmë kërkesëpadinë pastaj në gjykatën në cilën ne do të ngrejmë kërkesëpadinë, afatet e zbatueshme. Nuk është se këto kazuse janë thjesht, këto janë shumë të aplikueshme në temën të cilën ne po flisim deri tani. Okej, gocat që janë këtu, çfarë mendoni juve që është? Individual? Po të individual? Se di unë. Si ta bëjmë? Okej, po e bëjmë individual, ta shohim, ta provojmë. Ku ishim këtu? Individual. Tani kemi dhe kazusin e tretë. Paditëse është Sindikata e Punonjësve të Policisë së Shtetit. I paditur është Këshilli i Ministrave, Ministri i Brendshëm dhe personi i tretë është Kuvendi i Shqipërisë. Objekti është detyrimi i Këshillit të Ministrave të nxjerrë akte normative në zbatim të neneve 61.1, 67, 68, 69.3, 70.2, më thënë të gjitha këtyre neneve konkrete për Policinë e Shtetit. Pra keni parasysh që momentin që miratohet një ligj, Këshilli i Ministrave duhet të nxjerrë dhe vendime në zbatim të tij për të rregulluar pjesë apo fusha të posaçme të tij, që do të thotë, nëse për shembull kemi një ligj për trashëgiminë kulturore. Normalisht në një ligj nuk mund të përcaktohen çdo element rregullues që nga nisur se si bëhet vlerësimi, çfarë do konsiderohet trashëgimi kulturore, institucion dhe gjitha këto me radhë. Në fund, po ta shikoni në pjesën e fundit të ligjit gjithmonë thuhet që Këshilli i Ministrave ngarkohet të nxjerrë vendime për zbatimin e këtij ligji, vendime që merren me rregullimin, le të themi, të çështjeve dhe të detajeve të ligjit dhe si do zbatohet ky në praktikë. Dhe në këtë rast kemi Policinë e Shtetit që ka paditur Këshillin e Ministrave, Ministrin e Brendshëm dhe Kuvendin e Shqipërisë dhe i thotë detyrimin e Këshillit të Ministrave për të nxjerrë akte normative për në zbatim të ligjit për Policinë e Shtetit. Dhe detyrimin e palës së paditur të shpërblejë dëmin moral të paditësit në shumën 1 lek. Okej, kjo është thjesht për vendosit sa për pjesën po di si ta shpjegoj, domethënë thjesht për të thënë që u kërkua dhe shpërblimi i dëmit, edhe për treguar që nuk është në vetvete është interesi për të marrë shpërblim dëmi.
Paditësi sindikata e punonjësve të policisë së shtetit me padinë objekt gjykimi ka kërkuar nxjerrjen e akteve në ligjore në zbatim të ligjit 108/2014 të Policisë së Shtetit, i cili ka hyrë në fuqi në 1 mars 2015, në kushtet kur pala e paditur, Këshilli i Ministrave dhe Ministri i Brendshëm kanë detyrim ligjor sipas normës 143 të ligjit për të nxjerrë aktet në zbatim të tij, në cila sipas jush është gjykata kompetente nga pikpamja funksionale për gjykimin e kësaj lloj padie. Kemi gjykatën e shkallës parë, gjykatën e apelit, apo për kërkimin e parë në padi gjykata kompetente gjykata administrative, ndërsa për kërkimin e dytë është gjykata administrative. Jo, për kërkimin e parë gjykata administrative e apelit, ndërsa për kërkimin e dytë është gjykata administrative e shkallës parë. Kish për ta përmbledhur. Sindikata e punonjësve të policisë ka ngritur 2 kërkime në gjykatë, në kërkesë padinë e saj, ku pretendon e para detyrimin e Këshillit të Ministrave për të nxjerrë akte normative në zbatim të ligjit të Policisë së Shtetit, dhe e dyta shpërblimin e dëmit moral si pasojë e mosnxjerrjes së këtyre akteve. Nga njëra anë pra kemi detyrimin e një organi administrativ, organi publik po e quajmë për të nxjerrë një akt, dhe nga ana tjetër kemi shpërblimin e dëmit. A keni parasysh nga ana lëndore dhe funksionale, cilat janë gjykatat që merren me shqyrtimin e këtyre 2 lloj kërkimeve, apo kemi të bëjmë vetëm një gjykatë të vetme? Sepse cilat thamë që ishin mosmarrveshjet apo të gjitha ato që gjykon gjykata administrative, doni të rikthehemi thjesht për rikujtes. Thamë që ka disa element që gjykohen nga gjykata administrative. Janë disa mosmarrveshje që gjykohen nga gjykata administrative. Okej, këtë ku ishte. Këtu. Okej. Kemi pjesë këtu që lidhen me shpërblimin e dëmit, duke diku e pam apo jo? Që kishin bënë me shpërblimin e dëmit në rastet e veprimeve ka ndonjë ide se si mund të jetë zgjidhja e këtij kazusi, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Në rast se ju do të ishit avokati i kësaj sindikate, do duhej që ju të përcaktoni se para cilës gjykatë do të paraqitet kërkesë padinë, dhe paraqitja e saj në gjykatën e gabuar do të bënte që i përcillej gjykatës kompetente le të themi, do të shkaktonte vonesa, mundej që personi që ju ka kontraktuar të thonte po mirë, ju si avokat nuk e dini këtë pjesë. Si mendoni? Jepni një përgjigje që kalojmë dhe te kontrata administrative. Apo doni ta lejmë për javën tjetër kontratën administrative? Ka ndonjë ide nga online? Unë jam për pikën e tretë, thotë Marsida. Pra që në 2 gjykata të ndryshme, pra detyrimi të paraqitet në gjykatën administrative të apelit, meqense kemi të bëjmë me detyrim për të nxjerrë le të themi një VKM, dhe ju e dini se cila është gjykata kompetente për shqyrtimin e le të themi ku ngrihen kërkesë padi për shfuqizimin e vendimeve të Këshillit të Ministrave. Ku bëhet kërkesa për shfuqizimin e një VKM-je? Po te cila administrative? Nga ju online e pret gjithmonë, ta dini. Asnjë s'po më përgjigjet, okej. Mjetni ju vargosa që jeni këtu, cila mendoni, administrative shkallës parë, administrative apelit, sepse në këtë rast nuk kemi pretendim për shfuqizimin e pikave caktuara të një VKM-je. Kemi detyrimin e organit për të nxjerrë një VKM. Okay. Juve thoni kjo, gjykata administrative e apelit. Okej, po e bëjmë gjykata. Çfarë po bëjmë? Po votët të fundit, meqense kishin këto të juve ju vendosa të parën. Por ki parasysh se çfarë kujt i drejtohej? Ki parasysh që akti administrativ vlerësohet dhe mbi kujt i drejtohet, kujt subjekti i drejtohet?
Po, por jam shumë dakord, por ki parasysh që akti normativ ku ti drejtohet dhe mbi cilin i shtrin efektet dhe akti individual mbi cilin i shtrin efektet dhe pse konsiderohet individual. E unë po e jap tash, uroj ta kalojmë të klasën, ta shikojmë. E para e kemi të saktë, pra miratimi i planit vendor, kemi të bëjmë një akt normativ. Edhe e dyta është e saktë, sepse i drejtohet një numri subjektesh individualisht të përcaktuara. Ai drejtohet vetëm një kategorie të caktuar. Na doli gabimi. Po pse mendoni ju që është gjykata administrative shkallës parë? Sepse në rastin konkret pikërisht pra, dhe nuk mund të jetë, nuk kemi të bëjmë këtu me rastin kur gjykohet për akte normative, sepse në këtë rast nuk po pretendohet të goditet, le të themi në thonjza, akti normativ konkret, VKM-ja konkrete. Tu po detyrohet organi që të nxjerrë një akt administrativ, pra të nxjerrë një VKM, më falni. Edhe për pjesën e shpërblimit të dëmit moral, në momentin që të kërkimi i parë gjykohet nga gjykata administrative shkallës parë. Po dëgjojmë një zhurmë këtu, po. Ju nuk na dëgjoni, nuk ka problem. Kështu që tham që është gjykata administrative shkallës parë ajo që do të gjykojë të dyja, le të themi, kërkimet. Është dhe një vendim unifikues në fakt, që unë do ta kërkoj sot, duhet ta kem të shkarkuar në shtëpi, është një vendim unifikues shumë interesant për problematika që lindën në momentin që u miratua ligji për gjykatat administrative dhe se si do të bëjë gjykimi i çështjeve, sepse deri në atë kohë ju e dini që seksioni administrativ ka qenë pranë gjykatave të rrethave. Dhe se si do të bëjë gjykimi tashmë i çështjeve që ishin në proces, si do të bëhet në rastet kur në një kërkesë padi kemi një objekt që një kërkim që është administrativ dhe një kërkim që ka natyrë civile. Do ta kërkoj ta gjithë sepse është shumë i rëndësishëm edhe sepse kjo mund të jetë edhe konfuzion në praktik për këdo që i drejtohet gjykatës me një kërkesë padi. Unë them që mos u mbaj gjatë pjesën e kontratave administrative ta shikojmë në fillim të orës tjetër. Unë kam edhe një kazus që ju kam po, jam shumë dakord, ke shumë të drejtë Elizabeta, po në rastin konkret nuk kërkoj shfuqizimi i VKM-s, kërkoj thjesht detyrimi i Këshillit të Ministrave për të nxjerrë një VKM në zbatim të ligjit për policinë. Në seancën tjetër do të shikojmë pak, kemi këtu edhe kontratat administrative, kemi dhe aktet normative nënligjore. Kështu që kam përshtypjen këto kaset janë interesante, si duket. Po mos u futni paraprakisht që ti zgjidhni dhe pastaj. Unë falenderoj shumë për pjesëmarrjen, më njëherë do t'ju dërgoj edhe pjesën e materialeve. Pjesën e seancës do ta merrni nesër të regjistruar. Kështu që ju uroj gjithë të mira, për çdo lloj pyetje mund të më kontaktoni në WhatsApp te grupi që kemi të gjithë së bashku. Çfarë lloj gjëje më thoni nëse keni ndonjë paqartësi apo nëse do keni dëshirë për ndonjë kazus për të bërë atë pjesën e fundit, domethënë që në seancën e fundit paraqesim gjithë nga një kërkesë padi, deklarat mbrojtje dhe